Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma, mirë se vini në duel. Kur 22 vjetë më parë në sheshin Skënderbej ra busti i ish diktatorit, të gjithë përjetuan një ndjenjë çlirimi. Ja thua se brëndësia e bustit kishte ngërthyer në vetvete 50 vjet të ushtrimit të durimit. Njerëzit sikur ndjen të hapeshin mushkrit, të riperceptonin botën ndryshe, të riperceptonin veten nga një këndvështrim tjetër dhe marrëdhëniet e tyre po ashtu. Dhe megjithse jeta dhe problemet e tyre ishin po aq të vështira sa 5 minuta më parë, kur busti qëndronte vertikalisht dhe nuk ishte dhënë ende të lëkundesh këmbët, prap kishte ndryshuar diçka e madhe. Ishte lëkundur pushteti i frikës, kishte lindur shpresa e çlirimit prej saj. Pikërisht për frikën duam të diskutojmë dhe ne sot në këtë edicion të duel, duke dashur që ti qasemi asaj si në këndvështrim psikopatologjik, ashtu dhe në këndvështrim social, me të ftuarit e mi, zonjë Nora Malaj, zëvendës ministre e Arsimit dhe Shkencës, kësa herë dhe si sociologe në studio, mirëmbrëma, mirë se erdhët në studion tonë. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Zonjën Irena Thoma, mjeke psikiatre, mirëmbrëma, mirë se erdhët në studion tonë. Zonjën Elsa Ballauri, shkrimtare, veprimtare, drejtave të njeriut, mirëmbrëma, mirë se erdhët në studion tonë. Dhe zotin Agrombala, gazetar, mirëmbrëma, mirë se erdhët në studion tonë. Natyrisht, krahas ndjekjes së këtij debati, ju do të keni mundësinë dhe sot të merrni pjesë në anketën tonë tradicionale, e cila për këtë edicion të duel bëhet prezente grafikisht në këtë moment në ekran. Po pa humbur kohë, le të qëndrojmë tek objekti ynë për të bërë fillimisht marrëveshjen mbi fjalën. Pra, për sqaruar ç'është frika. Ndjekje materiale. Frika është një emocion bazë, e cila manifestohet në situatat e perceptuara si kërcënuese në trajt shqetësimi apo zgjimi të pakëndshëm. Shkaktar mund të jenë kërcënimet e integritetit fizik dhe personalitetit. Historikisht, të pasurit frikë ka një funksion të rëndësishëm, si një shqisë mprehte mekanizmit të vendmbrojtjes, e cila nxit sjelljen e përshtatshme në situata rreziqesh konkrete apo të supozuara. Me që energjia që nevojitet trupit për të shpëtuar veten është e ulët, praktikisht disa qindra kalori, ndërsa pasurat e neglizhimit do të ishin shumë të rënda për ekzistencën, frika shërben si një sistem imprehtë alarmi, i cili reagon domosdoshmërisht ndaj çdo sinjali, që klasifikon të rrezikshëm edhe sikur ky të ishte i rrem. Frika mund të veprojë në mënyrë të ndërgjegjshme dhe të pandërgjegjshme. Kur shkaktohet nga frika e vazhdueshme, humbjes së kontrollit ose paralizës, flitet për një shtrëngullim të frikës apo ankthit. Kur varet nga një objekt i veçantë ose situatë, ajo quhet një fobi. Disa prej llojeve më të njohura janë frika nga merimangat, arachnofobia, frika nga prodhimi apo sfida, frika nga sfida në vetvete ose nga paaftësia për ta kaluar atë, frika nga lartësia, akrofobia dhe nga fluturimi, frika nga mundësia e rrëzimit, frika nga gjerësia, agorafobia, frika e humbjes në sheshe dhe rrugë të tjera, në supermarkete, qendra tregtare dhe parkime, frika nga ngushtica, klaustrofobia, në ashensor, mbi të transporti, teatr, kinema ose turmat. Frika nga frika, fobofobia, frika jo konkrete nga simptomat e ankthit të vetvetes. Përjetimi i frikës në nivele të larta shoqërohet me një sër simptomash si vështirësi në frymarrje, gjendje të ftohtë ose të nxehtë, rrahje të shpejta zemre ose rëndim zemre, mpirje ose mornica, ndjenjmbytje, ndjesi të përgjithshme irreale, djersitje, marrje mendsh apo të fikët, dridhje, frikë nga vdekja, të vjella ose shqetësime të tjera trupore, frikë nga humbja e kontrollit ose çmendja, dhimbje krahërori e të tjerë. Frika është një përgjigje ndaj rrezikut apo kërcënimit, sepse qëllimi i parë i frikës është të mbrojë organizmin nga rreziqet. Kështu, sapo perceptohet rrezik, truri i dërgon mesazhe sistemit nervor autonom, i cili ka dy deg, sistemi nervor simpatik dhe parasimpatik, që kontrollojnë energjinë trupore dhe përgatisin trupin për veprim apo aksion. Sistemi nervor simpatik përgatit trupin duke lëshuar energji për veprim, ndërsa sistemi nervor parasimpatik është rregullator. Sistemi nervor simpatik në momentin që aktivizohet, mobilizon gjithçka ose asgjë, çka shpjegon pse gjatë akteve të panikut tek njerëzit shfaqen një mori simptomash dhe jo vetëm një. Sistemi nervor parasimpatik ka efekte të kundërta me atë simpatik, sepse normalizon ankthin dhe restauron ndjenjat e qetësimit, pra shërben si një mbrojtës i brendshëm, i cili nuk lejon që ankthi të ngrihet deri në nivele dëmtuese. Duke qenë se gjatë aktivizimit të sistemit nervor simpatik, sekretohen disa kimikate nga gjëndra adrenale. Adrenalina dhe noradrenalina
edhe pas shqetësimit, ndjenja e shqetësimit vazhdon edhe për pak kohë, dhe kjo për inerci deri në normalizimin e plot. Sistemi nervor simpatik është ai që rrit rrahjet e zemrës dhe shton shpejtësinë e qarkullimit të gjakut, duke bërë të mundur furnizimin me oksigjen. I gjithë ky proces përgatit organizmin ndaj përgjigjeve përballje ikje, e cila nga ana e saj mobilizon të gjithë metabolizmin trupor në shërbim të reagimit. Sigmund Freud dallonte 3 shkaqe të frikës. Frikën reale. Ky është rasti i kërcënimit të jashtëm në situata të rrezikshme, i cili duhet të sinjalizojë rrezikun dhe të nxjisë reagime të përshtatura. Reagimet natyrore janë arratia, shmangja, paniku, zemrimi dhe agresiviteti. Kjo përfshin ankthin jetik në rastet e sëmundjeve si angina pectoris ose astma bronkiale. Situata e frikës reale ndodh edhe gjatë veprimit të faktorëve të lidhur me gjendjen psikovegjetative, si lodhja apo shpërbërja e integritetit fizik, me personalitetin dhe përgjegjësinë, me fleksibilitetin dhe rezistencën, dhe me përvojat e frikës në fëmijërinë e hershme. Frika rrit përshtatshmërinë me mjedisin dhe motivon reagimet ndaj rreziqeve të reja. Por ajo mund të rezultojë në intensitet shumë të madh dhe e dëmshme në lidhje me menaxhimin jo të përshtatshëm të rrezikut dhe reagimet në dëm të vetvetes. Ankthi i brendshëm apo neurotik shkaktohet në rastin kur ndërgjegjja ndihet e kërcënuar nga sasia ekstreme e nxitjes së instinkteve. Ankthi moral shkaktohet kur superego kërcënon me dënim për shkelje të rregullave dhe tabuve, duke u manifestuar si turp apo faj. Për të mbrojtur kundër këtyre llojeve të frikës, organizmi ka në dispozicion disa mekanizma mbrojtës, të cilët janë studiuar në mënyrë të thelluar nga Anna Freud në librin e saj Uni dhe mekanizmat mbrojtës në 1936. Psikiatri dhe psikoanalisti Stavros Mentsos, për shkak të shoqërimit të frikës me simptoma vegetative dhe fenomene analoge të kafshët, flet për një model të reagimit të lindur dhe të ankoruar biologjikisht dhe e krahason atë me dhimbjen, duke shtruar pyetjen nëse frika mund të përkufizohet si instinkt. Si zakonisht në duel, do doja të filloja diskutimin me perceptimin. Si e perceptojmë frikën ne? Në shoqërinë tonë, në marrëdhëniet tona, në sa e njohim. Fillojmë me specialistën. Frika është një reakcion që ndodh në organizmin e njeriut në momentin kur percepton diçka shqetësuese. Një reagim i tillë është kur ndodhemi përballë një situate të frikshme, një situate stresante ku e kemi të vështirë që të dalim prej asaj situate. Mbase një situate që nuk e njohim ose nuk e kontrollojmë. Kjo është për t'u ndarë pastaj. Kjo është për t'u diferencuar. Në faktin kur e njohim, nëse e njohim faktorin e jashtëm, atëherë do ta quanim frikë. Por nëse faktorin e jashtëm i cili shkakton këtë reaksionin emocional të fuqishëm, shqetësimin, tensionin e fuqishëm, dhe kur ne nuk e njohim faktorin stresant ose ngacmuesin e jashtëm, atëherë kjo do të quhej ankth. Ky është ndryshimi ndërmjet frikës dhe ankthit. Kurse nëse njohim faktorin e jashtëm, është dhe një nozologji tjetër që quhet fobi. Për shembull, fobit janë frikrat nga objekti i përcaktuar nga individi, i cili e njeh mirë se cili është ai objekt i cili i shkakton ndjenjën e frikës dhe të shqetësimit emocional. U tha shumë bukur edhe në insertin që dëgjuam, ka një numër të madh fobish nga të gjitha llojet e objekteve dhe sendeve dhe çfarëdo lloj fenomeni që ndodh në jetën tonë të përditshme, dhe ka njerëz të cilët i vuajnë këto lloj fobirash të ndryshme dhe e njohin veten e tyre për problematikat e ndryshme që kanë. Ajo që është e rëndësishme të saktësojmë është që fobia ku do të ndahet nga patologjia, nga ajo që është problematike. Do të ndahet nga fakti se sa intensiv është kjo fobi, se sa intensiv është kjo lloj frike. Nëse kjo lloj frike, domethënë kap një pjesë të madhe të orëve të ditës ose të jetës në jetën tonë të përditshme dhe pengon aftësinë tonë për të funksionuar në jetën e përditshme, atëherë do të thoshim se kjo është problematike dhe kalon në fazë në patologji dhe ka nevojë për mbështetje dhe për ndihmë. E kemi të qartë ne? Gjithë të, domethënë, i ndajmë njëre para punës dhe si raportohemi gjithë secili prej nesh? Teorikisht është gjendje që përjeton çdo njeri në ciklet e jetës. Praktikisht kam përshtypje që lidhet me të ndërgjegjshme dhe të pandërgjegjshme. Po ta shikosh në stadin e cikleve të zhvillimit të fëmijës, fillojmë që nga fëmijëria e hershme për të vazhduar
ke cikli i periudhës së pubertetit, pasaj adoleshencës, pasaj rritjes, pasaj mënyrës se si do plakemi, dhe të gjitha këto stade shoqërohen me gjendje dhe situata të cilat hera herës mund të shoqërohen me frikra të papërgjegjshme dhe hera herësh me ndërgjegjësim të situatës ku ti je dhe me përballjen për të realizuar këtë situatë. Po ta shohim në raportin e fëmijëve, në përgjithësi fëmijët duke qenë të papërgjegjshëm, duke qenë se bëjnë veprime si thua instinktive, shpesh herë nuk e njohin frikën dhe po të shikojmë fëmia mund të afrohet pranë një sobe, ta preke atë në momentin e parë sepse nuk e njeh dhe nuk është në gjendje të di se cila është raporti i rrezikut që do ndodhi më pas me këtë. Instinkti që lidh në trupin e njeriut si rezultat i neuroneve që jep sistemi nervor dhe i dhimbjes që shkakton, e bën që në mënyrë instinktive fëmia të largojë dorën dhe të mbrohet, po në mënyrë të papërgjegjshme, derisa krijon kujtesën e rrezikut. Që do të thotë kemi disa kategori të emocioneve apo të dhimbjeve që ne kalojmë si qenie sociale, duke i perceptuar dhe duke i shkallëzuar dhe pasaj duke i ndarë në situata të ndërgjegjshme, në situata të papndërgjegjshme, por kur raportet midis tyre situatave të ndërgjegjshme dhe pandërgjegjshme dhe kur ne shpeshherë situatën mund ta kontrollojmë ose nuk mund ta kontrollojmë dot, shfaq edhe raportin midis asaj që ti do të realizosh dhe midis situatës së gjendjes reale që ke dhe të asaj që ty nuk e zotëron dot. Në këtë moment shfaqet elementi frikës si element pasigurie për mënyrën se si ti do përballesh dhe për mënyrën se si ti do ta realizosh këtë situatë. Natyrisht kjo ka të bëjë me karakteret e njeriut, me formatën se si ata janë formuar, pasi dihet edhe në psikologji që karakteret e njerëzve janë të ndryshëm dhe formatohen përveç natyrës që ato lindin dhe në mikromjedisin apo në makromjedisin ku jetojnë, varet shumë në raportet që ki vendosur me realitetin e vogël dhe me realitetin e madh, dhe varet shumë me mënyrën se sa vendimarrës je ose sa të kanë mësuar që ti jesh vendimarrës për të realizuar pritshmëritë tua. Pra po ta shohësh në raportin psikosocial, gjendja e frikës është një gjendje që e shoqëron njeriu gjatë gjithë jetës së tij, e shoqëron në mënyrën se si ai do të performojë, e shoqëron në mënyrën se si mjedisi do ta konceptojë, e shoqëron në mënyrën se si shoqëria e koncepton dhe jep feedbackun e besimit, pra jep besueshmërinë apo jo besueshmërinë, e shoqëron në mënyrën e objektivave nëse ai ka të qarta apo jo ku do t'i realizojë, e shoqëron nëse ta quajmë nëse kalvari i jetës së njeriu është si drita si një tunel ku në fund ai ka dritën jeshile për të kaluar të gjitha këto vështirësi, shkallë vështirësia, ai duhet armatoset edhe me disa armë shumë të rëndësishme në të cilat frika është pjesë prezente e tij. Kjo është qasja apo këndvështrimi im i parjes së qenies sociale në raport me atë çfarë do, me mënyrën se si do të realizoj atë që do, me argumentin që ka, me armët potenciale që ai ka dhe me frikrat që ka në subkonsciencën e tij, të cilat i shfaqen hera herës dhe në situata të caktuara ai mund të bëhet trim, dhe themi që ky është trim, ose mund të jetë i tërhequr, jo se nuk është trimëri, por në situata X të caktuara duke mirë menaxhuar apo duke bërë një llogaritje, po themi pragmatiste, tërhiqet dhe mund të pranoj dhe në thonjza rolin e frikacakut për të realizuar një pritshmëri dhe shpesh herë ai mund të etiketohet ose ajo që ky ka frikë për të realizuar këtë gjë. Është e shohim ne të paktën në realin shqiptar si fenomen pozitiv apo negativ? Frikën. Pozitiv apo negativ? Po, si e shohim, si e perceptojmë? Unë pak përpara do të thesha edhe diçka që në lidhje me perceptimin është shumë i rëndësishëm, sepse po nuk bëm atë ndarjen dhe logjikën teorike se ku do shkojmë, ne edhe diskutimi mund na marr pak se mund bëhet pak kaotik. Dhe unë jam me zonjën e cila me të drejtë tha që frika dhe fobia ndofta duhen ndar. Nuk po flasim shumë në aspektin shkencor, totalisht shkencor, sepse këtu nuk jemi në atë, unë mendoj se më tepër duhet ta bëjmë të kuptueshme dhe të perceptueshme në aspektin shoqëror, në aspektin njerëzor, në atë që çdo njeri që na dëgjon tani është mirë që të ndjejë që vërtet është pjesë e këtij debati. Kështu që nuk shpresoj të bëhet shumë dueli fort. Por ajo që unë do të thosha është diçka interesante, për shembull siç e ka përcaktuar Freudi, ankthi moral ose frika morale. Ndofta ne atje e gjejmë më shumë veten dhe njeriu është shumë më koshient pikrisht atje, ndërsa fobia është shumë më e kontrolluar ose më
më konkrete, sepse lidhet pikërisht me gjën direkte. Apo jo. Dhe unë, nga ato që kam lexuar, di që për shembull vetëm fobinë ndaj kafshëve janë pafund. Është një listë e gjatë fobish të kafshëve. Për shembull ne kemi androfobinë, e cila është fobia ndaj burrave, sikurse është dhe gynofobia, fobia ndaj femrave. Dhe që këtu nëse nisim, është një debat shumë interesant, social, psikologjik, një fenomen i yni po ashtu, i cili mund të futet dhe në realitetin shqiptar në mënyrë shumë interesante, sepse besoj që kjo lloj fobie është e ngjashme në çdo vend, edhe në çdo lloj shoqërie. Ndërsa në atë aspektin se çfarë krijon frika, unë mendoj që frika, flasim për frikën, sepse fobin gjithmonë më lidhet me aspektin më patologjik, nuk bëhet. Unë do doja të rinim te frika në fakt. Nëse ne do të sqarojmë fobin për ata që na dëgjojnë, po rim tek frika. Sepse nëse do themi që un kam frikë, nuk më pëlqen të hipin, ndonjëherë kam frikë të hipin në ashensor. Por ai që vuan nga klaustrofobia, që vërtet është fobi ndaj vendeve të mbyllura, e ka të pamundur të hip në ashensor, sepse aty merret fryma, i kthehet në fiziologji, në fizike, dhimbja. Kështu që në këtë rast, në aspektin në lidhje me pyetjen që bëhet ju, në aspektin e frikës, unë do të thesha që frika krijon pozitivitet, krijon gjëra pozitive, sepse së pari do të thosha, ndofta mund ta diskutojmë të gjithë këtu, por së pari do të thosha sepse krijon reagim. Dhe reagimi të çon në një gjendje tjetër. Dhe reagimi të bën që të jesh koshient për atë që ke, e cila s'të pëlqen sepse të ka krijuar frikë, që mund të kthehet në ankth apo ka të krijuar dhimbje, atëherë ti duhet ta luftosh. Në momentin që përpiqesh ta luftosh, do ta ndryshosh, mund të sakrifikosh dhe të përfundoj keq në një kuptim, në një aspekt social, për shembull, e lidhe shumë bukur me atë që ndodhi në përmbysjen e sistemeve. Në atë moment të gjithë mund të kishin frikë, por frika u kthye në një gjë pozitive, reagimi ishte shumë i fuqishëm se frika. Duke qenë më i fuqishëm, njerëzit morën ato vetit e tjera, ato vetit të rëndësishme në atë kohë, siç ishte guximi, siç ishte trimëria, një lloj që i zbuti të gjitha problemet e largoi në fakt. E menjanoi frikën. Dhe në këtë rast, frika gjeneroi një gjë pozitive e cila të çon në një stad tjetër. Unë fakt me që po shoh të ri këtu, nuk duhet ta dramatizoj shumë çështjen, në kuptimin që frika është një emocion normal, siç është kënaqësia, siç është ngazëllimi, siç është shumë ndjesim. Po ne nuk shajmë njëri i kënaqur, ama natyrisht, frikacak shajmë. por duhet të jemi korrekt në këtë, është një emocion. Dhe është një emocion i cili ka arsye të ndryshme, të cilët parafolësit edhe filluan t'i shpjegojnë, dhe si emocion ai ka shkaqet e veta, domethënë, të cilat bie fjalë, unë do nisem nga një frikë e tillë. Gjithë fet janë bazuar tek ndëshkueshmëria. Pra, bën mirë këtë botë nga frika se sipër atje në jetën tjetër do ndëshkosh. Të gjitha fet janë ndërtuar me këtë bazë. Apo. Çdo student para se të hyjë në provim ka frikë. Ju keni një operator këtu i cili nuk hyp kur në avion. Ka të merë. E kam fjalën që frika është njerëzore dhe si e tillë duhet trajtuar, sepse kur po bënim gati për të në studio, po i thoja doktore Eshës, e cila natyrisht ka terminologjinë e saj, po i thoja objekti yje është frika permanente, po jo frika në vetvete, se frika në vetvete ka kushdo ka frikë. Apo jo, ishte kështu të rishme. Dhe ju i dhatë emrin ankth. Apo jo, unë thash frikë permanente. Frikë kemi edhe unë, edhe pavarësisht se gjithë përpara kamerave jemi shumë trima, po frikë kemi të gjithë. Shi është ekstremisht njerëzor. Varet me çfarë do ta lidhim frikën. Ky është problemi. Qose do ta trajtojmë, siç thash, problemi fetar e diskuton të tillë. Ka një raport të individ me shoqërinë, që përsëri mund të krijojë frikë. Ka një raport të individ me lirinë, që përsëri krijon frikë. E kam fjalën varet çfarë dimension, ku do ta kapim këtë si emocion për të debatuar. Atëherë, ju e keni disa pika, e keni ndarë vetë në disa pika që është normale, dhe është normal që e keni konceptuar jo vetëm si fenomen normal njerëzor i gjithë njerëzve të saj bote, po si fenomen tipik shqiptar, sepse frika shpeshherë në popull të ndryshme është e ndryshme. Përjetohet ndryshe, apo jo, dhe reagimet janë të ndryshme. Por nuk e di kur do vim të kjo pikë, domethënë që e keni vuju,
Desha ta them këtu që do ishte mirë të trajtonin frikën në këtë aspekte që mendoj unë, raporti i saj me lirin, raporti i saj me shoqërinë, raporti i saj nuk do ta trajtojmë tjerët. Goni, ne do ta trajtojmë, nuk do ta trajtojmë tjerët për ne. Kështu që natyrisht, gjithë secili prej nesh do ta trajtojmë. Ta kanalizojmë në këto. Unë doja që fillimisht nuk më përgjigjet asnjëri prej jush tek kjo pjesa si e perceptojmë, negative apo pozitive, sepse në shoqëri të caktuara ose në faza të caktuara të zhvillimit të shoqërisë, komuniteti është raportuar në mënyrë diverse, në mënyra të ndryshme me guximin dhe përrjedhoj dhe me frikën. Pra, ata që i ka quajtur frikacak, janë izoluar, janë ndëshkuar, se në fundit baza e dezertimit është frika dhe dezertori ndëshkohet, me ligjet e luftës po ndëshkohet dhe moralisht e ndëshkon dhe komuniteti. Por kjo nuk ndodh vetëm luftë, kjo ndodh dhe në paqë. Njerëzit e dobët ose njerëzit që në tërsinë e reagimeve të tyre kanë më shumë reagime të tërhequra se sa reagime në të cilat shkojnë në ofensiv, kanë të bëjnë, domethënë marrin si shpërblim një faturë të caktuar në marrëdhëniet me komunitetin. Dhe unë dua të themi fare shkurt, sepse jemi në mbyllje të këtij raundi të parë, si e perceptojmë ne në komunitetin dhe traditën tonë frikën dhe të kundërtën e saj. Është shumë e ndërthurur, mendoj unë. Nuk mund të themi që edhe ajo ndarja në frikacak apo jo është një gjë që mund të bëhet shumë e prerë, sepse natyra njerëzore përjeton frikra, sikur se përjeton edhe ndryshe. Sigurisht njëra pjesë është më dominante se tjetra. Por ajo që unë e shoh se sigurisht ju jeni më interesuar të gjeni atë që ne vërtet na mungon këtu në aspektin social, se çfarë ndodh. Unë do të thosha që shqiptarët nuk janë një popull trim. Për shembull, ky është mendimi im personal. Përjetojnë shumë më tepër frikra. Trima dhe liridashës. Eksakt, po meqense deshim të bënim një ndarje shumë e thjeshtëzuar kjo që thash, po thjesht për të hyrë ndofta pak në. Dhe unë do të thosha më shumë se është një popull frikacak. Për shembull, është shumë personale dhe nuk marr përsipër që të paraprajsojmë. Në raport me çfarë? Në raport me atë që ne tham, në raport së pari njëherë me veten tonë, që unë e mendoj edhe këtu lidhen dhe gjëra të tjera, për shembull, unë mendoj se pikërisht përjetimi frikës dhe mungesa e realizimit të kundërtës, domethënë për ta ndryshuar këtë dhe për ta përballuar këtë, i bën njerëzit hipokrit, i bën njerëzit servil, më shumë se ç'duhen, i bën njerëzit të heshtur dhe të pa motivuar për të ndryshuar realitetin. Ashtu siç unë e mendoj frikën, çdo gjë të keqe e mendoj si një gjenerim të diçkaje që mund të kthehet për mirë. Kështu që dhe frikën në këtë rast, frikën nga një shteti të dobët për shembull, frikën nda një administrate të korruptuar, frika nda një punëdhënësi prepotent i cili mund të bëjë çdo gjë, individi, grupi shoqëror apo gjithë shoqëria në përgjithësi, ajo që unë kam vërejtur gjatë këtyre viteve është që nuk reagon, nuk e kthen dot frikën e vet në luftë dhe në realizimin e një diçkaje pozitive që frika të minimizohet. Përkundrazi, e kthen në hipokrizi, e kthen në tërheqje, dhe dihet që një nga frikrat, edhe fobit madje, është frika për shembull ndaj përjashtimit. Frika qofte edhe frika ndaj diskriminimit. Përjashtimi është pjesë e diskriminimit. Dhe për këtë arsye, grupet e marginalizuara janë gjithmonë të friksuara, kanë më shumë të tepër frikra, madje kanë fobira të cilat janë kthyer, këto frikra janë kthyer në fobi, sepse ata lufta për t'i përjashtuar ata është shumë intensive, shumë e drejtë për drejtë, dhe ata e ndjejnë këtë në mënyrë drejtë për drejtë. Mirë po, të kapërcejnë frikën, ju duhet luftë, dhe unë nuk shoh në këtë shoqërinë tonë, nuk shoh luftë, shkurt, muhabet. Domethënë, është shumë e thjeshtë për mua që të them që nuk ka reagim. Nëse kemi qytetar, individ, grup shoqëror që nuk reagon, për mua është gjithmonë i friksuar dhe frika sjell frikën dhe ata zhyten në frikë, dhe kjo është arsyeja që thash që populli shqiptar është një popull frikacak. Në fakt kjo është, më fal Nora, në fakt kjo që tha Elsa nuk ka të bëjë shumë me individin. Ka të bëjë me kolektivitetin, me shoqërinë. Do të thotë që ne jemi mësuar të veprojmë, të reagojmë individualisht. Mundoni të bëni një grumull njerëzit që të protestojnë për një arsye krejt drejtë. Nuk do t'i bëni dot.
sepse gjithsecili reagon individualisht. Dhe kjo është një fakt specifik shqiptar. Po s'ka të bëjë shumë me trimërinë. Mungesa e aftësisë për të koordinuar apo është konformizëm? Është krejtësisht mund t'ja vesh çfarë të duash, mund mos ja vesh fjalën frikacak, po folën për frikën dhe të gjitha fjalët e tjera që lidhen me këtë rënjë në aspektin lingvistik. Kjo, sepse trim pastaj ato janë antonime, domethënë, por nuk janë taman antonime. Mund t'jetë trim lirit dashës, paqe dasër, si që kemi kështu radhë të gjitha. Kjo është ideja. Do thotë, njëri që ka frikë të reagojnë në diçka, nuk do të thotë që nuk është trim. Sepse trimia merr kuptim në raport me diçka tjetër. Kjo është ideja, më fal për. Unë do ta shikoja në një kënd vështrim pak më ndryshe dhe kam një qasje tjetër të problematikës. Nuk mund të themi që populli shqiptar është frikacak, por mund të themi që tek populli shqiptar ka ndodhur një fenomen që quhet fenomeni indiferencë, që dikush mund ta lexojë sjelljen e tij si sjellje të tërhequr, dikush tjetër mund ta shohë si një pamundësi për të lidhur, për të gjetur mekanizmin që kjo indiferenca të kthehet në kaos, dikush tjetër mund të shikojë që grupimet e ndryshme të rradhëve të komunitarizmit ende nuk janë të formuara dhe duke mos gjetur dot grupimi identitetin e tij, e ka shumë të vështirë të bëjë një kaos për të zgjidhur një problem. Duhet ta shoh në tre qasje, në qasjen historike, po të shikojmë, ne kemi 22 vjet që ndërtuam, që po mundohemi të ndërtojmë një shoqëri të lirë dhe demokratike, ku demokracia nuk do të thotë anarshi, po do të thotë të marrësh përgjegjësitë, do të thotë të bëhesh trim, do të thotë të kapërcesh ato që quhen ndoshta dhe kufit dhe barierat e tua personale për të bërë kauze një grupi dhe për të zgjidhur disa probleme. Mos harrojmë që kemi qenë një shoqëri ku 50 vjet më parë kemi pasur një sistem Big Brother, i cili të censuronte edhe atë që quhet ëndra, pra njerëzit kishin frikë dhe të ëndëronin. Në momentin kur ti ke një popullat që ka frikë të ëndërojë, është shumë e vështirë që më pas këtë popullat t'i zgjosh qoftë edhe ndërgjegjen e madhe që ai e ka të sigurt dhe flën ADN-n e tij, por që ti ende nuk ke përbër kauza për të, që të realizojnë pritshmërinë që ai kërkon në interesin e mekanizmit dhe spirales së jetës që ai do të ndërtojë. Shpeshherë duket sikur populli është indiferent, po është inaktiv, duket sikur flitet shumë në grupime të ndryshme për çështje të ndryshme dhe duket sikur në emër të indiferencës dhe pseudofrikës realisht nuk reagon. Në fakt nuk është e tillë. Ne po të shikojmë në mënyrën se si diskutojmë dhe debatojmë, jemi ende një shoqëri që nuk kemi formatuar shkallët dhe rrathët e komunikimit në komunitet, që do të thotë. Ende e kemi të brisht klasat e ndryshme shoqërore, ende i kemi të brishta interesat e grupimeve shoqërore, ende kemi të brisht formatimin e një puzzle-i, sepse deri dje kemi pasur bardhë dhe zi, dhe për të krijuar puzzle-in është shumë e vështirë, do traditë, do histori, do komunikim, mbi të gjitha do edukim, dhe edukimi nuk bëhet në mënyrë sporadike, nuk bëhet një ditë, nuk bëhet 2 ditë, do një hapësirë kohore të caktuar për të realizuar pritshmëritë e tua, duke patur parasysh që je një popull me 3 milion banor në Shqipëri dhe më tej për gjithë krahinat shqipolse, je një popull që mundohesh të paraqisësh dhe të jesh shumë i qartë në historinë tënde, duke patur parasysh që në përgjithësi e rrethuar nga fqinj që asnjëherë nuk të kanë dashur që ti të jesh i pari në produktivitetin tënd. Je një popull që do të ndërtosh identitetin tënd mbi bazën e historisë, po historia dikur ka qenë retushuar dhe ende e shkruar realisht siç duhet të ishte. Dhe kjo është një nga arsyet e tjera që popullin e bën të tërhiqet dhe të mendojë për të marrë pasaj aksione të forta dhe për të realizuar pritshmërinë. Pra, je në një fazë kur ti je në momentin e ndërtimit dhe është e natyrshme që çdo nismë apo çdo tull që ti ndërton të shoqërohet nga elementi frikës për sigurinë dhe pasigurinë e standardit që ti kërkon. Prandaj unë them që nuk mund ta fusim të gjithë të gamë në faktin apo në pohimin që populli është frikacak. Populli mundohet të kërkojë dhe të realizojë ose të bëjë të tregojë përfaqësimin e tij për të qenë i aftë në vlerësimin
dhe për të besuar diku në një kaos, pasi pikërisht frika lidhet me raportin e besimit dhe mosbesimit që ti ke. Nëse ti ke besim në një individ apo në një grupim individësh, kush e shpall kështu kauzën që populli ta besoj apo jo? Kauza krijohet apo jo? E shpallin interesat dhe pritshmëritë e popullit. Kauza krijohet. Është vetë populli që duhet të. Shoqëria të flasim, shoqëria se sa populli, sepse i krijojmë konotacion negativ popullit, sepse populli është shoqëria. Ne për shoqërinë po flasim. Shoqëria e komunitetit. Në këtë pikë un jam me këtë ide që shoqëria jonë është shoqëri indiferente, është shoqëri inaktive, po jo frikacake. Dhe në momentin kur kësaj shoqërie mendoj që indiferenca është një mburoj, është në mënyrë që mos marrë aksione. Unë personalisht kështu e ndaj, do me thënë, edhe nga qasjet që kam bërë, dhe nga sontimet që kam bërë, dhe nga ajo çfarë realisht dua të ngacmoj, ose dhe nga kjo që kam prekur, edhe në, po themi, edhe në aksionet e ndryshme që janë realizuar nga shoqëria civile, edhe në aksionet politike, unë shikoj një ende nuk është gjetur mekanizmi për të krijuar pikërisht të proces shumë të rëndësishëm, i cili lidhet pikërisht me shtresëzimet e shoqërisë. Ne jemi ende në fazën që nuk kemi shtresëzime shoqërisë. Dhe duke mos patur shtresëzime shoqërisë, shoqëria është shumë e tërhequr, pasi nuk di ku të pozicionohet, nuk di kujt i përket, nuk di kush do ta mbrojë, dhe në një farë mënyrë ka një lloj indiferencë që unë jam shumë e bindur që kjo indiferencë nuk do të zgjasë shumë gjatë, për arsye se ka të domosdoshme më pas për të realizuar pritshmëritë e saj. Mos mbetemi se dhe unë, më fal, Mirela, nuk dua të mbetemi në frazën në atë që tash. Do ta thash në mënyrë të tepruar, sepse është dhe ky një reagim për të kuptuar se kemi 20 vjet dhe vërtet s'kemi bërë një gjë të madhe. Pothuajse asgjë të madhe s'kemi bërë. Do të pothuajse asgjë. Hym dashje pa dashje në frikën e individit në raport me në raport me vetveten, me shtetin, me të gjithë, me shtetin. Por në rastin e indiferencës, unë do doja në këtë moment të ofroja një material tjetër. Natyrisht, dashur pa dashur kemi hyrë jo vetëm nga perceptimi i frikës, kemi hyrë në marrëdhëniet e shoqërisë me frikën. Dhe natyrisht, meqense frika ka lindur njëkohësisht me njeriun dhe me njerëzimin, dhe marrëdhënia e shoqërisë me frikën, ose thënë ndryshe, perceptimi i shoqërisë për frikën është po kaq i vjetër. Unë do doja që në vijim të ofroja një material i cili tenton të na ofroj mënyrat se si frika është perceptuar në djepin e kulturës njerëzimit, në fillesat e kësaj kulture, në antikitet, në mënyrë që në fund të tij ose pas tij ose në diskutimin që do vijoj të dalim në një përgjithësim tjetër, në mënyrën se si modifikohet raporti midis frikës dhe përgjegjësisë në shoqëri të ndryshme, qofshin këto tradicionale apo të zhvilluara. Ndjekim materialin dhe rikthehemi. Që në Greqinë e lashtë, njerëzit e luftonin frikën duke klasifikuar dhe kanalizuar atë. Së fundi, nga 11 shtatori 2001, edhe ne kemi rinisur të raportohemi me të në forma që i kujtonim të te kaluara. Papritmas, rikthye në rend të ditës sërish frika publike, e cila prej kohësh rezultonte e privatizuar në fobi, depresion dhe vrasje ndërgjegjje. Loja sociale me frikën është pjesë e historisë së kulturës perëndimore. Sipas argumentimit të Nietzsches, sa herë ka qenë nevoja, kjo lojë është shoqëruar me gjak, tortura dhe viktima. Për të siguruar sundimin e moralit dhe arsyes, u shpik ankthi nga të këqijat e supozuara të modernitetit. Që njeriu të ndjejë zot dhe jo sklav, pasi zotrind nuk ndjejnë, por shtihen frikë. Iluminizmi, sipas filozofe Horkheimer dhe Adorno, që në fillimet e tij synonte të merrte njerëzve frikën, por të forcuar atyre të vetë ndjerë. Po, me që dhe iluminizmit i duhej frika për të përftuar moralin dhe guximin, dhe ai vetë beti fiksuar te frika dhe injoroi marrëdhëniet emocionale, çka e çoi në absolutizmin e arsyes. Përse mund të na vlejnë mësimet e lashësisë sot? Përdorimi i termave greke, deos, shtije frikë, dhe phobos, frikë, bën prezente kundërshtim ndërmjet frikës irreale dhe pavarësisë ndaj saj, midis frikës së nevojshme dhe arsyes së mundur. Fillimisht, deos dhe phobos emërtonin koncepte të ndryshme, më pas, ata ndërhynte njëri tjetri dhe më në fund u bashkuan në një koncept. Homeri përdorte phobos dhe deos në mënyra të ndryshme. Phobos ishte një perëndi që ndillte frikë, perëndi me individualitet të përcaktuar, por pjesë e besimit popullor para se gjithashtu e heronjtë luftës, që simbolin e tij e mbanin në mburoj. Phobos simbolizonte ikjen, arratim, tmerrin.
Në Spartë, kulti të tij i bëi kurban para betejës. Theos përshkruhet nga Homeri si frika që i paraprin Aratis dhe e motivon atë si gjendje paralizmi, përmbajtje para krimit. Frikë nga diçka që mund të vijë, që identifikohet me rastet e kërcënimeve të jashtme, si emergjencë, fatkeqësi ose vdekje. Theos perceptohet gjithashtu si personifikimi i pushtetit, demon që manipulonte njerëzit. Të dy perëndit ndillnin frikë dhe enderim, si norma shoqërore bazë të kohës së Homerit. 3 shekuj më vonë, tabloja paraqitej ndryshe. Për historianin Tukidid, Phobos, arratia nga armiku, ishte shndërruar në arrati nga vetvetja, në ankth emocional nga mposhtja dhe dështimi. Historiani shkruan se lojrat olimpike zhvilloheshin në frikë të vazhdueshme nga një sulm i spartanëve. Po megjithse të gjithë ishin të vetëdijshëm për të, ajo nuk ishte konkrete, derisa një spartan pas fitores së një gare kreu një gest demonstrativ fitoreje të shoqërua me frikë dhe thunë. Për të parandaluar emocione të tilla, Athina përdorte mjetin e frikësimit. Tukididi i përdorte të dy termat me një vlerësim të diferencuar. Sipas tij, Theos kishte shpesh efekt të dobishëm, ndërsa Phobos ishte gjithmonë i pafavorshëm. Diferencimi i tij i frikës bazohej në rivalitetet ideologjike. Ndaj Athinasit racional paraqiten të orientuar ndaj Theos, ndërsa spartanët të infektuar nga Phobos. Duke qenë të pajisur me frikën e duhur, Athinasit i garantonin vetes fitoren. Historiani po kufizonte frikën nisur nga konteksti metafizik dhe kuptonte atë si mjet për stabilizimin e pushtetit politik. Një brez më vonë, Platoni arsyetonte se detyra e arsyes ishte të mbante nën kontroll dëshirat. Fes, në socializimin simbolik të emocioneve, ja zuri vendin maturia. Emocionet ishin të lakueshëm. Me arsimimin e duhur, ata orientoheshin në drejtimin e dëshiruar. Termat u shkrin me njëri tjetrin. Theos humbi karakterin e tij veprues dhe Phobos karakterin emocional. Arratia hyri brenda njeriut dhe frika u bë emocionale. Mbrojtja nga emocionet negative bëhej duke i provokuar ato. Legjislativit i sigurohej të mbante emocionet në nivel të ulët duke përdorur frikën, ligjin dhe oratorinë e vërtet. Edhe poetët tragjik të shekullit të 5, si Eskili dhe Sofokliu, e shihnin frikën si një mjet legjitim dhe të domosdoshëm për ruajtjen e harmonisë shoqërore. Sepse nuk e besonin sundimin e arsyes, sipas motos, s'mund jeti drejt një njeri që nuk ka frikë. Gjatë sundimit Athinas, trajtesat e tragjedive morën hapësira të reja veprimi. Ato konfrontuan rendin shoqëror me pafuqinë dhe frikën njerëzore, zbuluan subjektivitetin, duke e lënë subjektin të papërcaktuar dhe të paqartë, fajtor, të frikësuar dhe vetëm. Frika nga lajmi që pritet ishte frikë nga e ardhmja e pasigurt. Tragjedia solli gradualisht një frikë jo më nga perëndit, heroin apo nga humbja, por një ankth individual nga fati i çuditshëm dhe tmerri. Iluministët grek kërkonin ta kufizonin frikën me arsimin e duhur që mundëson menaxhimin e saj. Njeriu mësoi të kontrollojë emocionet e veta dhe faktin që shteti e monitoron këtë. Frika megjithatë nuk u zvogëlua, u bë vetëm më individuale. Integrimi i saj në simbolikën e shoqërisë lehtësohet nëpërmjet individualizmit, po në prapasken të lirisë vazhdonin të ishin prezente fobit. Këtë përvojë historike me frikën ne mund ta kalojmë më tej si traditë. Ankthi dhe frika janë sinjale të rrezikshme, shenjë topsie sa dhe motiv reagimi. Në shoqëritë tradicionale, ritualet shërbejnë për të menaxhuar frikën dhe garantuar vlerat themelore. Po nëse në to, frika ushtrohet rregullave dhe autoriteteve sociale, shoqëritë e zhvilluara janë më të fokusuara në autonominë individuale, çka zhvillon përgjegjësinë dhe frikën nga ndërgjegjja e vetvetes. Në të dy rastet, rregullat e qëndrueshme sociale shërbejnë për të siguruar vetveten dhe për ta mbajtur frikën në nivele të kontrollueshme. Shoqëritë i mban respekti dhe kujtesi për veten dhe të tjerët. Nietzsche thotë se njerëzimi vuan nga njeriu dhe vazhdon, duke shtuar se rezistenca jonë ndaj tij nuk buron nga frika, por nga fakti se njeriu nuk na frikson dot më me asgjë. Unë do doja të ndaleshim tani në 3-4 momente. Spari me zonjën Thoma do doja të ndaleshim tek frika pozitive dhe negative, frika që të ndryth dhe frika që të nxit, me fjalë të tjera për ata që na dëgjojnë. Dhe pastaj për pjesën tjetër të panelit do doja të diskutonim për disa raporte. Frika individuale dhe frika kolektive, raporti i frikës me arsyen dhe përgjegjësinë, raporti i frikës me moralin,
Dhe pastaj, raporti frikës sigurisht me arsimin. Do me thënë që të qartësojmë këtë doja të ndaja, frikën edhe ankthin dy gjëra që janë ndryshe nga njëra tjetra. Nëse do thoshim thjesht frikë, atëherë do thoshim që ishte gjë pozitive. Sepse në momentin që ne kemi një ndjenjë frike, një lloj mobilizimi të organizmit ton, një lloj aktivizimi të sistemit, ne i themi të sistemit simpatik, i cili domethënë aktivizon muskujt, zemrën, sistemin nervor, gjithçka e bën atë aktiv për të mobilizuar dhe për të reaguar kashi atij fenomeni ose atij problemi i cili duhet zgjidhur ose duhet zgjidhur ose duhet përballur. Domethënë qëllimi është që kur ndodhemi përballë një faktori të jashtëm i cili të cilët jemi të detyruar të përballemi për ta zgjidhur ose eliminuar, atëherë organizmi duhet të aktivizohet, të organizohet në mënyrë të tillë që të mund ta përballë atë problem që ka përballë ti. Në këtë rast kemi të bëjmë me një frikë pozitive. Për shembull, nëse jemi përpara një provimi, themi frikë nga provimi. Kjo nuk mund të quhet patologjike. Është një frikë normale e cila të bën të aktivizohesh, të mendosh që pas kaq ditësh kam një provim dhe do më duhet që të studioj. Domethënë në një farë mënyre angazhohesh, aktivizohet sistemi nervor, përmirësohet domethënë aftësia e përqendrimit, kujtesa, gjë që shtohet në periudhën e kësaj ndjenjës së frikës, gjë që bën të punosh më shumë dhe të jesh më i aftë për të përballuar provimin në ditën e nesërme. Në momentin kur s'ke mësuar dhe ke frikë të shprovim? Por nëse nuk ke mësuar dhe atëherë frika është më e madhe. Sigurisht është më e madhe, sepse ti nuk ke domethënë përgatitur veten tënde që ta kalosh më me qetësi atë. Domethënë problemi nuk e zgjidhje në atë moment, nuk e zgjidhje vetëm se besonte fati. Dhe frika është më e madhe. Kam përshtypjen që është e kundërta, doktor, ai që s'ka mësuar fare, s'ka pse të ketë frikë se e di që se merr provën. Dakord, nëse ai do ta kishte stakuar mendjen me idenë që nuk do ta marr provimin, ai nuk hyn fare. Po për ai s'ka mësuar, sepse kemi një raport caktuar. Nëse ai shpreson tek fati, atëherë ai do të ketë një lloj frike dhe një lloj domethënë do pres nga lart, domethënë. Bën një lloj fati. Thjesht një lloj fati, kurse nëse do që të realizojë një përfundim pozitiv të provimit, ai do të nisej në të dyja drejtimet. Do shpresonte te fati, po ndërkohë edhe te përpjekja e tij për ta punuar, për ta ezauruar atë lëng dhe për të qenë më i aftë për domethënë kjo në një farë mënyrë është një lloj angazhimi që bën sistemi nervor nëpërmjet sistemi nervor simpatik për të në rastin pozitiv frika motivon dhe gjen zgjidhje, në rastin negativ paralizon. Kurse në rastin negativ pastaj është momenti kur kjo frikë është e vazhdueshme dhe sistemi simpatik është vazhdimisht në aktivitet dhe kjo bën që organizmi të jetë vazhdimisht i tensionuar, në stres të vazhdueshëm, ka prodhim të tepruar të lëndëve të tilla, të neuromediatorëve, i themi ne, të adrenalinës, noradrenalinës, të kortizolit dhe niveli i lartë i këtyre neuromediatorëve, duke qenë për një kohë të gjatë në organizëm, jep pasojat e veta. Një nga pasojat mund të jetë edhe frenimi i sistemit imunitar. Sistemit imunitar i cili ka efektet që të mbrojë organizmin nga i faktorëve, nga çfarëdo lloj faktori të jashtëm. Në momentin kur ky sistem imunitar nuk është i aftë dhe aktiv për të menaxhuar dhe për të mbrojtur nga faktorët e jashtëm, atëherë edhe organizmi në një farë mënyrë është më i pambrojtur në karshis shumë sëmundjeve ose karshis shumë situatave qoftë edhe psikopatologjike, qoftë edhe fizike. Në proceset psikopatologjike do thosha ankthin, që mund të jetë i disa lloj formash, që është ankthi generalizuar, mund të jetë ataku i panikut, mund të jetë stresi akut, stresi posttraumatik. Ka disa, pas kësaj mund të kaloj dhe në gjendje të pagjumësisë, të rënjes së humorit, të depresionit. Të gjitha këto bëhen shkak për një formë patologjike të situatës, reagimit negativ. Kurse reagimi fizik ka të bëjë pastaj me sëmundshmërinë që mund të shkaktojë si pasojë stresit të vazhdueshëm, siç mund të jenë për shembull sëmundje reumatizmale, procese degenerative të trurit, dhe këto ndikojnë për shkak të rritjes së kortizolit në gjak, të faktorit stresant. Pra, si thua, është mirë dhe keq. Frika pozitive ose frika, që sa doktoresha më duket mua që është frika e arsyeshme. Mbase e kam gabim, po më duket si frika e arsyeshme, frika që mobilizon arsyen dhe zgjidh diçka. Si trim çik te raporti i frikës me arsyen, sepse më duket shumë deciziv për sjelljen. Unë mendoj se ka lidhje me intensitetin e frikës, ose me, nuk e di ndofta doktoresha me këtë ka të bëjë me intensitetin. Sepse në qoftë se njeriu nuk e ka në dorë ndonjëherë se sa intensive është frika,
Dhe në atë moment ai kthehet në ankth, kthehet në stres, kthehet në ulje të imunitetit njeriu dhe kthehet në smundje. Por në momentin që frika me arsye, tani shpeshherë ne i themi njëri tjetrit, bëhu i arsyeshëm dhe mos e krijo ankthin. Bëhu i arsyeshëm dhe sa mund të realizohet kjo, pastaj është pjesë shumë individuale. Kjo ka të bëjë pastaj me personalitetin e njeriu. Dhe në përgjithësi të gjitha karakteret në përgjithësi e kanë problemin e ankthit, kush më shumë dhe kush më pak, por të gjitha janë të rrezikuara për të patur. Cilët janë personalitetet që mund të kenë më shumë ekspozuar? Më të ekspozuar është personaliteti borderline i themi ne, ose kufitari, çrregullimi i personalitetit kufitar, është personaliteti narcistik, që është karakteristik dhe që ka shumë të shprehur, domethënë ankthi. Borderline është patologji ekstreme që përfundon shpesh edhe me vetvrasje, është i rrezikuar për suicid. Dhe narcistiku. Dhe një nga shenjat, domethënë, që futet në kriteret e borderline-it është ankthi kronicizuar, që është karakteristike e çrregullimit borderline personalitetit. Unë do ta lidhja më fal arsyen çikte me sfidën, edhe me natyrën sfidante të personit. Shpesh ka individ të cilët kanë qef sfida dhe i aplikojnë sfida, dhe është pjesë e personalitetit tyre. Sfida e redukton frikën, mendoj unë. Është sfidanti një patologji më vete, që ka nevojë për adrenalin dhe është vazhdimisht sfidant? Nuk mund të quhet patologji. Nuk mund të quhet patologji, absolutisht, është pjesë e personalitetit të tij. Ajo ka të bëjë me aftësinë se sa e vlerëson vetveten, çfarë ndjesie ka për veten, kjo është shumë e rëndësishme. Sepse nëse ke ndjenja vetvlerësimi, atëherë nëse kjo është e lartë, atëherë dhe aftësia për të dëshira për të sfiduar është e madhe. Por nëse nuk ke ndjenja vetvlerësimi, atëherë je i mbledhur në vetvete dhe atëherë frika edhe tërheqja është me shprehur. Për ata që na ndjekin, domethënë nuk është patologji, sa më sfidant jemi, aq më mirë është për ne. Po më fal, Kladi, unë kam dëgjuar edhe kështu udhëheqës shqiptar që e kanë thënë që kam nevojë për këtë lloj sfide se më ngre adrenalinën. Mirë, në përgjithësi politika është një lloj adrenaline dhe është tamam një lloj sfidë. Domethënë po të shohësh në fusha të ndryshme të jetës, natyrisht pjesa e sfidës është pjesë absolutisht që lidhet me adrenalinën e njeriu dhe me identitetin e tij. Po nëse do thonim politika është luftë, duke qenë luftë. Nuk është luftë, ajo nuk, në fakt politika nuk ato që është adrenalinë. Unë do thosha për mua është adrenalinë sepse në kuptimin figurativ dhe nuk e kam thënë vetëm unë, e kam thënë edhe ca burra të mençur, për shembull Mao Zedong thoshte që po se vetëm burra të mençur Nora për më, se thua gratë të mençura. Sepse gratë të mençura fatkeqësisht, po ti kishe zgjedhur, na i kishe thënë gratë të mençura këtu. Ti do patjetër të më çosh atje ku është tegun e djallit, është e vështirë të thuhet të mençur. Për duelja e ke një në krah që mund të të ndihmoj, po. Të mençur janë ata që dinë edhe me kujdes të kurojnë veten dhe të shfaqen të fuqishëm. Se jo gjithmonë ata që janë luftarak mund të jenë ata që kanë shumë adrenalin. Mund të jenë dhe ata të mençurit që përdorin taktika shumë të suksesshme dhe në një moment janë po aq të shfaqur dhe përdorin trimërisht dhe jo me frikë mekanizmat të cilat mund t'i bëjnë të shfaqura në një situatë të caktuar dhe shpeshherë ne themi ua, po si u realizua ky apo kjo. Për fat keq kemi në ambientin shqiptar këta. Atëherë ndryshe i kemi do vazhdojmë t'i presim kështu me vite të tëra. Unë shikoj që ti je shumë e mërzitur me ambientin shqiptar, por jam shumë e bindur që ti përsëri këtë e bën për adrenalinën e popullit dhe unë të falenderoj që ti ngacmon pikërisht pjesën e atyre që duhet të mos jenë më indiferent. E kuptoj shumë mirë këtë gjë dhe taktikën tonë shumë të zgjuar për të realizuar pritshmëritë e mëdha që kemi të gjithë ne. Kjo nuk është as e mirë sepse kemi vërtetuar që me fjalë po flasim 20 vjet dhe nuk kemi bërë asgjë, kështu që nuk besoj te kjo lloj teorie. Sepse një herë duhet shoqërohet me një veprim, fjalë. Jo, s'ka veprime fare. Nuk do ta quaja asgjë. Fakti që ne sot flasim është shumë gjë. Dikur, po të ktheheshim në retrospektiv, as Mirela do ta bënte dot ta emision, as unë dhe ti nuk do ishim përballë në duel. Po mos flasim si kohën e Verogjës që thoshte në kohën e Zogut, dhe ne s'mund të flasim janë sisteme krejt të ndryshme. Nuk duhet ta harrojmë një gjë, Elce dashur, që në 22 vjet për një kom janë shumë pak për të arritur ndryshimin e madh që ne kërkojmë. Për një individ janë shumë, po për të pranuar hapat e para se ndryshimi nuk mund të jetë galopant, pasi dhe frikrat për këtë ndryshim dhe për pritshmërinë e këtë ndryshimit janë shumë të mëdha. Dhe që të realizosh, që të mbysësh
raportin midis asaj që kërkon, midis atyre që përzgjedh për të orientuar drejt suksesit. Të shoh si politikane sot, jo si sociologe. Jam shumë sociologe, absolutisht ka Vazhdojmë si politikane. Megjithatë, unë do doja në këtë moment për të mbajtur nivelin e adrenalinës, të bënim një ndërprerje të shkurtër publicitare dhe rikthehemi pastaj në studio për të folur për një raport që unë e kam shumë për zemër, frikën dhe moralin. Jemi rikthyer ndërkohë që diskutimi këtu vazhdon dhe unë nuk e di pse doja që zoti Balat më flisen çik për këtë raport të frikës me moralin. Natyrisht që mund ta rimarrim në çast edhe këtë temë, por desha të them që raportet e asaj që quhen ankthë ose të atyre që merren me politikë, me raportet e njerëzve të tjerë janë shumë në numrat janë krejtësisht të ndryshëm. Do thotë që 99% e njerëzve nuk janë smur, kanë frikë, dhe është një emocion, të tjerët janë pacient të doktor Eshës ose të profesor Eshës. Unë desha të them që këtu diskutuam deri tani faktikisht raportin individi me shoqërinë. Kjo ishte çështje. Sepse qoftë edhe Elsa, qoftë edhe profesor Esha, këtu e kishin atë. Faktikisht u do jepsha dyshemi, do të kaloj atë morale, nuk e harroj atë. Jo, nuk ju lëu të harroj. Jo, do të vim edhe atë. Në Francë u zgjodh me që Eci ka qef to personazhet femra, u zgjodh kryetare bashkie një qyteti të vogël, u zgjodh një e Frontit Nacional, është ekstrem i djathtë. Dhe sa pul në zyrën e bashkisë, ajo hoqi fondet për teatrin eksperimental. Ishte një teatr eksperimental. 1,5 milion artist, shkencëtar, akademik, drejt birë, francez, të nesmen ishin në Champs-Élysées protest. Një qytet minor fare. Dhe ditë ana tjetër, Fulci hapi shkollën. Këtu, Kavaj, apo jo? Ditën e parë i hoqi sallatën, dytën i hoqi ëmbëlsirën, tretën i hoqi gjellën e parë, i la me hangër bukë të asë ratë gotë asë njeni. Dhe tha, ore reagoni, sepse reagimi të regon që një trup jeton, apo jo doktoresh? Ju kur i mani ato, me qekrit që i bini këto për që i bini, që të reagoj, apo shqip të reagimin, apo jo? Dhe më thonë, njeri pos të reagoj, aty kujdes se është i vdeku. Tani, morali në ç'kuptim do ta marrë? Nuk ishte se Elsa Goni, sot është i vdekur fare pos të reagoj. Pikërisht. Jo, këtu ka të drejtë Goni. Ka të drejtë. Në ç'kuptim frika dhe morali. Kuptimin e moral shoqëror, kuptimin e moral individual, kuptimin e raportit mashkull-femër, ç'kuptim ta morën frikën drejt. Që ti përgjigj më herë pyetjes. Morali shoqëror, normal. Morali personal, shoqëror, individual dhe raporti mashkull-femër. Të gjitha këto, frikra të ndryshme pastaj. Në radhë parë, çdo lloj njeriu, kudo që të ekzistojë, që në shoqëritë më të përparuara, ka tjetër imazh kur den publik, ka tjetër imazh kur është. Që ka inkoherent. Kush çdo lloj njeriu në botë, jo vetëm në Shqipëri. Absolutisht. Jam dakord. Mirë, kjo është e drejtë e yj. Jeni apo jeni dakord? Por sepse morali shoqëror të imponon disa rregulla që ti si individ duhet t'i respektosh apo. E kam fjalën, në shtëpi ti ai që në rrugë befas, ti nuk del dot me mathin rrugë, sepse ka një moral që duhet veshësh, apo ja. Ka burra që në shtëpi rrafin gratë, dalin jashtë dhe thonë flasin për drejtat e grave. Dhe i thot grave dëshiroj pastaj një gruaje tjetër. Po, akoma mirë, akoma. Normal. Kupton se ju i keni studiu këto fenomene. Jo, normal të thonë që ka fenomene të tilla në Shqipëri. Pra, është tjetër gjë dhe zakonisht, domethënë, individi ka shumë frikë nga e para, nga e njohura, nga kolektiviteti. Dhe menjëherë vjen një mask. Veçanërisht kur ka çështje mashkull-femër. Veçanërisht ti thush dikujt, be fjalë unë them vajzë, ju them kujdo që takoj them si jemi vajzë, mund të jesh 7 vjeç, kupton, po si jemi vajzë them. Kupton? Kush mund ta thotë filo francez je. Jo, po kush mund ta thotë këtë në Shqipëri? Jo, prandaj sapo na takojnë të dy javë me Elsën e na u bë shumë tjefi kur na tha, si jeni moj vajza? Mirista moj varz. Jo, moj vajzë, kështu është. Por ky raport i individit me moralin
është ndoshta raporti më delikat, ku njeriu është më i paftyrë se çdo rast tjetër. Individi është krejt i paftyrë në këtë rast. Kur pranon ca rregulla morale në rrugë, Dofta është një pyetje, si e kemi këtë individin, e kemi të rrallë, e dëgjojmë kështu si në për romane, apo është si shumë shpesh e kemi këtu mëse? Kjo është problem me shoqërisë tonë. Pra me pak fjalë me dy standarde. Absolutisht. Tani, sa familje sot më në fund po shkohet në përgjigje, nuk është i fakt pozitiv, po shkojnë të rinjt në përgjigje, ndahen në tjerë. Nuk kanë më frikë nga shoqëria, nga ambienti që rrethon. Nuk shkojnë. Faktën sa i takon jetës private, vendimarrjes në plan privat. Por a imagjinoni ta marrë këtë po flasim për zonat urbane, ama, se në zonat rurale kemi tjetër situatë. Po zonat urbane është pushkatim. Rurale. Rurale është pushkatim. Në zonat urbane ka filluar tani të pranohen. Përpara sa familje, ja Else mund ta di këtë, se ma morën me këtë qeshli. Sa familje shqiptare kanë shkuar, domethënë, botën tjetër pa u dashur që ose një minutë me njëri tjetër. Por e gruaja. Megjithatë, i ka detyruar morali shoqëror, thojza, i ka detyruar të jetojnë bashkë. Apo ja. Edhe sot, po njëti detyrim është më specifik, është më i kamufluar e tjerë, por përsëri morali shoqëror i lën njerëzit, domethënë, ti përshtaten atij dhe humbin lirinë e tyre. Dhe kjo nuk është më raport me frikë. Kjo është raport me lirinë e tyre, raport me shoqërinë. Kështu që frika e moralit kthen në mungesë lirie të individit. Unë do doja në fakt të dëgjoja në çik studentët. Nuk e di a jeni e kënaqur si fillim. Unë do doja në fakt dëgjoja në çik studentët. Edhe doja ti dëgjoja për të ngacmuar dua të bëj një pyetje. Cila është frika më e madhe që keni? Se që keni frikë, kemi të gjithë. Nuk e përjashton veten askush. Cila është frika më e madhe? Personalisht, më tepër se sa angë frikë nuk kam. Si natyrë. Nuk... ndoshta do dilja ke fjala zonjanorës që tha pak më përpara që është ndryshimi midis brezave, më tepër se kanë frikë brezi prindërve tanë nuk kemi ne, brezi i ri. Po nga se keni frikë ju? Frikë. Për shembull. Ata nuk kanë. Keni fare? Ata kanë pak tabu. Po. Dhe jetojnë në një shoqëri pak më të lirë, më të hapur, më të komunikueshëm. Më ndani një gjë që ju shkakton frikë. Po frikë. Okej, në rastin student, gjatë kohës sezonit, provimeve, para provimit bëhet ajo ndarja frikës pozitive dhe negative, kur ke studiuar mirë... Të pyes, se ju që keni pa frikë ju studi, po nga arsmja, keni frikë? Eksakt. Mirëmbrëma, atëherë sigurisht që frika është prezente tek gjithë. Ne studentat kemi rastin më konkret sezonin, por nuk është një frikë shumë e madhe për të pasur, se po mësove, sigurisht që doja dalësh mban. Madje jam mësuar se nga librat me tema sociologjike kam lexuar se në çdo moment mund të ndryshoj gjendjen time. Nëpërmjet një mekanizmi pyetje përgjigje. Në rastin kur mund të jem në frikë, sepse s'dua ta ngatroj me ankthin, pra frika në të shumtën e argumentave doli që është pozitive, po të përdoret mirë, atëherë unë mund të bëj pyetje pse ndodh që jam në frikë. Edhe kështu truri im përgjigjet për arsye që më çojnë të kenë frikë. Atëherë bëj pyetje përsëri për këto arsyet që fola dhe marr një përgjigje tjetër. Atëherë përpiqem si mund të ndryshoj këto dhe kam arritur në konkluzionin se në çdo moment mund të ndryshoj gjendjen time emocionale, nëse dua ta ndryshoj. Ta bëj një pyetje të vogël? Po. Ty të pëlqeni bjonde. Po. Dhe thua ta kap mos ta kap, ta ndaloj mos ta ndaloj. Çat ndalon ty që ç'kosh ta kapësh atë bjondën? Më ndalon thjesht një argument sepse është një mënyrë pa edukat për t'i thënë... Tani, edukatën të alim, jo të ndalosh banalisht, nuk po flasim, por këj qef të rishme të ti propozosh për një kafe. Po, absolutisht, me mirësi edhe mund t'i afrojmë, t'ja komunikoj këto. Tani, jemi në televizion të, pra ne. Të dalim bashkë rrugë, do të them, oftoje atë vajzën për kafe, që do më thush? Varet Goni e ndalon fakti që varet sa është e hapur apo jo vajza për ta pranuar ftesën. Jo djem, po dhe vajzat e bëjnë atë punë, dhe vajzat bëjnë propozime sot.
Kështu që nuk është fare çështje frike. Pyetja ime është krejt tjetër. Megjithatë, Unë nuk frika thash që a bëhet as bëhet. Ta shpjegoja një çik se si mund ta shmangte djali për shembull frikën. Domethënë nëse do të pëlqente. Unë s'kam pikë eksperiencë, unë vetëm thua që di do kishe frikë, thua. Për ta shmangur frikën për të kapur, për të ndaluar një femër, s'kam pikë eksperiencë në këtë fushë. Duke shkoni. Ti bëre një pyetje djalit. Dhe i thua që ti do të kishe frikë nëse do ishte që ka frikë. Ideja është që ka frikë. Djali me që kuptoj unë bën përpjekje për të menaxhuar frikën. Po lexon, po mëson se si ta menaxhoj frikën dhe ai për shembull mund të bëjë një përpjekje të tillë, të studiojë një situatën, nëse ka të njëjtin feedback dhe nga vajza, dhe atëherë mund ta marrë guximin dhe të flasë me vajzën. Ai nuk mund të shkojë të flasi drejt për drejt pa ditur se çfarë reagimi do marrë. Nëse nuk do të marrë përgjigje negative. Se frika është nga përgjigja negative. Do me thënë djali e menaxhon. Po se thënë vetëm frika provimi kishte do. Pra në një farë mënyrë frika nga një pasojë që nuk të pëlqen. Unë kuptova që djali domethënë ka përjetuar frikra dhe prandaj edhe ka bërë dhe përpjekjen për të mësuar se si ta menaxhoj frikën. Dhe ai shpjegoi shumë mirë se çfarë rrugësh kishte ndjekur për ta menaxhuar. Dhe një nga mënyrat është ajo që tha, një mënyrë tjetër është, domethënë frika ai ka përjetuar. E rëndësishme është si përjetojnë të gjithë. E rëndësishme është që këto frikra ti përjetojmë me sa më pak cënim në organizmin tonë. Edhe nga diskutimi që bëm këtu në panel, edhe nga reagimet e trimve, mund të arrim në një farë mënyrë në konkluzionin se të kesh frikë do të thotë të mos kesh njohje ose të mos kesh besim. Pra, do doja që të qëndronim në pjesën tjetër të diskutimit, mbasi ndjekim materialin në vijim, pikërisht në raportin e frikës me besimin, sepse në fundit, personaliteti që ka besim është një personalitet i ekuilibruar. Ndërkohë që personaliteti që nuk ka besim, ose që ka frikë, është një personalitet me sjellje jo fort të rregulluar ose jo fort të ekuilibruar. Dhe kjo që vlen për individët, vlen fundit dhe për shoqëritë. Ndjekim materialin. Njerëz që nuk e njohin frikën, nuk ka. Ajo bën pjesë në emocionet themelore dhe shërben si sinjal për të mbrojtur nga rreziqet. Në shoqëri si në natyrë, prej krahasimit me përvoja të drejtë për drejta apo informacione të tërthorta, në situatat që rezultojnë të përmbajnë veçori të panjohura ose potencialisht të rrezikshme, qenia merr sinjal alarmi dhe përgatitet për vetmbrojtje. Aftësia e trurit dhe trupit për të mësuar lind mbi këtë bazë si frikën adekuate, pra të justifikuar dhe të rëndësishme për të mbijetuar, ashtu edhe frikën e kotë, të paargumentuar dhe të rrezikshme për jetesën sociale, e cila rrezikon të shndërrohet në reagim patologjik. Të kesh frikë, do të thotë të mos kesh besim. Ndërsa besimi jep njeriu drejt peshim, duke bërë të funksionojë në mënyrë optimale aftësitë e tij psikofizike, frika mbyll kontaktin e ndërgjegjes me botën rrethuese dhe çrregullon të gjitha proceset fiziko-kimike të organizmit. I friksuari nuk është i lirë. Ati mund i bëhet shantazh për gjithçka që për të është e rëndësishme. Frika mbetet latante për sa kohë njeriu vazhdon të zotrojë mbështetje dhe besim dhe shndërrohet në patologji sapo njeriu i humbet këto. Në faktorët social që përcaktojnë patologjinë e frikës, bëjnë pjesë rrethana dhe mjedisi shoqëror, niveli intelektual dhe shkalla e afirmimit të njeriut në shoqëri, drejtpeshimi emocional dhe marrëdhënia e tij me lumturinë, mënyra e edukimit dhe përjetimet traumatike. Frika patologjike është karakteristike e sistemeve diktatoriale. Edhe në të kaluarën tonë diktatoriale, burimi i frikës identifikohej me shtetin dhe mekanizmat e tij të zgjatura. Terapia e atëhershme e frikës ishte besimi te shteti, partia dhe ideologjia ekzistuese, e cila realizohej përmes bllokimit të procesit të njohjes, paralizimit të të menduarit logjik dhe empirjes së kritikës. Në shoqëritë në tranzicion, frika mburon nga mosnjohja, nga marrëdhëniet e reja ekonomiko-politike dhe relacionet private të patestuara më parë, nga zhvillimet që ato marrin dhe pasojat konkrete që sjellin me vete. Terapia e frikës realizohet këtu përmes besimit në vetvete, thellimit të procesit të njohjes, nxitjes së të menduarit logjik dhe mprehjes së kritikës. Pra, me pak fjalë, frika mund të luftohet vetëm përmes lulëzimit të institucioneve standarde dhe demokratizimit të gjithanshëm. Ndryshe nga shoqëritë totalitare, ku logjika e frikës shkon paralelisht me logjikën e shtetit, në komunitetet demokratike, logjika e frikës i kundërvihet logjikës së shtetit. Ndërsa në diktaturë, luftimi i frikës i kundërvihet ekzistencës së shtetit dhe status quo-s, në shoqëritë demokratike, ai shkon paralelisht me qëllimin e mekanizmave shtetëror dhe shpihe indirekt në forcimin e rolit të tyre.
dalja nga rrethi vicioz i frikës në këto shoqëri është përpasojë e lidhur me zhvillimin dhe jo me rënien e rendit kushtetues si në regjime totalitare, pasi vetë marrëdhëniet e reja nuk stimulojnë frikën, por lirinë. Nëse frika e mposht besimin, kjo reflekton nivelin e ulët të demokracisë dhe papërshtatshmërinë e institucionit të besimit, si pjesë e rëndësishme e lirisë së mendimit dhe veprimit. Atëherë qëndrojmë tek raporti që kam. Besimi dhe frika. Është një trekënd shumë i madh që lidhet midis besimit, frikës edhe lirisë së mendimit, atë që ju e thatë në fund dhe që lidhet shumë me identitetet e çdo, po themi vendja, apo çdo shteti, me personalitetet e individëve, por edhe me identitetin e grupimeve shoqërore apo të shoqërisë. Në kohra të ndryshme, në strade të ndryshme, shoqëri të ndryshme kalojnë situata të vështira, të cilat mund t'i bëjnë terapi shumë të mirë dhe mund t'i bëjnë ata aktiv, po mund t'i bëjnë edhe inaktiv. Dhe në aktivizimin dhe inaktivizimin e tyre shfaqin pasaj momente të frikës dhe momente të pasigurisë. Është shumë e rëndësishme që kur ti beson ke diçka dhe realizon me aksion diçka, atëherë ti do të kesh edhe rezultat pozitiv. Në të kundërt, nëse ti beson ke diçka, por ajo që ti pret nuk të realizohet, pra ndodh ajo që quhet sistemi i zhgënjimit, atëherë në moment hyn pasiguria dhe në momentin kur hyn pasiguria, futen elementet e frikës të cilët pasaj të bëjnë inaktiv dhe të bëjnë të tërhequr. Kjo është shumë e rrezikshme për shoqërinë dhe kjo lidhet pasaj me fuqizimin e mekanizmave, fuqizimin e besimit që ka individi për ndërtuar një raport të mirë dhe ndoshta unë do ta shikoja këtë raport jo vetëm ke shoqëria, por ta shikoja ke mekanizmi i parë që është familja dhe ke raporti që krijohet në familjen. Shpeshherë në një marrëdhënie biologjikisht prindrit mashkulli dhe femra janë ndarë, babai apo roli i babai dhe i nënës në familje është një rol shumë komplementar dhe në familjet ku merren vendime të përbashkëta, ku aksionet janë të përbashkëta, ku grupimi familjar është i stigur dhe ecën me të njëjtin hap, atëherë dhe rritja e modeleve të fëmijëve që më pas do të imitojnë prindrit, do të jenë të sigurt dhe këta do bëhen njerëz shumë të aftë për të menaxhuar çdo lloj situate dhe frikën mund ta përdorin pasi i njohin shumë mirë rregullat, njohin shumë mirë ligjet, njohin shumë mirë kodin e moralit dhe nuk i ngatrojnë këto raporte me njëra tjetrën, por në çdo situatë raportojnë me vete dhe problemi më i madh është me veten dhe me vetë ndërgjegjen tënde, pasi ti mund të gënjesh këdo, mund të krijosh situata iluzive me këdo, por në momentin kur ti ulesh përballë pasqyrës dhe i bën analizë vetvetes tënde, atëherë fillon frika më e madhe e jotja. Frika nga vetvetja dhe nga raporti që ti ke me veten, me mjedisin dhe me shoqërinë ku jeton. Pra kjo lidhet me sa ti je i sigurt, me sa ti ke marr atë besim dhe besueshmëri në mënyrë që forma jote e shfaqjes të lidhet dhe me përmbajtjen tënde, në të kundërt ti e ke shumë të vështirë të përbësh kauza, në të kundërt ti e ke shumë të vështirë të përbësh luftra dhe në të kundërt ti e ke shumë të vështirë të udhëheqësh grupime. Prandaj është shumë e rëndësishme përpara se njeriu të marrë një nisëm dhe të bëhet format lideri, duhet të ketë bërë në jetën e tij ca produkte, të ketë sjellë në jetën e tij ca produkte, të jetë realizuar në formimin e tij, të ketë krijuar formatin e tij të besueshëm për atë çfarë thot dhe pastaj të ndërmarrë nisma dhe aksione për të realizuar pritshmëritë. Se në të kundërt do ndodhi që pikërisht elementin e sigurisë zë pasiguria do krijojë gjendje frike, frika do të mbarti ankth dhe më pas do të krijojnë situata që hera herës mund bëhen dhe patologjike dhe të pashurueshme për çdo lloj grupimi apo për çdo lloj individi. Ka patologji sociale në aspektin të frikës? Patologji sociale do thosha sociale, do më do ta mblidhja më shumë, do më thënë, ta përqendroja, në faktin që një individ, nëse do kishte probleme sociale, kuptoj që do kishte dhe patologji sociale. Do më thënë, sa më të shprehur atje në këto problematika sociale rreth e rrotullti, aq më i shprehur mund të jetë edhe reagimi me ankth, me frikë, me tension brenda individit. Prandaj mund të themi që ka patologji sociale. Ne kemi kaluar periudhën e diktaturës. Periudha e diktaturës, çdo diktaturë prodhon patologji sociale. Doja nga profesionistja e çështjes, prandaj.
Se ne e përdorim, ne si gazetar, si autor, si operojmë me këtë term, për ata që na ndjekin janë pikërisht. A ka patologji politike, ndofta, është një pyetje. Mbaroj? E mbarua ty? Do ta vazhdojmë të pyetje. Patologji politike. Do thosha që në përgjithësi këta që nuk do kisha shumë dëshirë që të përfshihesha në këtë sepse nuk kam shumë njohuri, me thënë të vërtetën, po megjithatë kam një pacient politikan. Jo, liderat nuk shkojnë tanë. Jo, kanë aftësi që ti menaxhojnë stresin. Ashtu sikurse dinë shumë gjëra. Të vetë menaxhojnë stresin, ashtu sikurse janë të aftë të bëjnë shumë punë të tjera të rëndësishme, janë të aftë të menaxhojnë dhe këtë gjë. Besimi. Besimi dhe Afrika. Do kthesha tek këta të rinj që kemi këtu afër dhe nuk e di sepse ata nuk besoj se nuk kanë frikra. Kanë dhe shumë dhe do të kenë shumë më tepër më vonë. Por këtë e lidh më tepër me atë që jetojnë në një vend në cilin ja kapin, ja testojnë atë zhvillimet sociale, zhvillimet politike, zhvillimet psikologjike. Kështu që në këtë ambient ku ne jemi, vërtet nuk keni frikra, vërtet nuk keni pasiguri për të ardhmen, dhe kjo është pastaj pjesa e besimit. Do me thëmë besoni se ka një sistem, ka një shtet i cili ju mbështet, ka një sistem social të ndërtuar mirë i cili nuk do t'ju le të bini si individ, përkundrazi do t'ju ndihmoj. Ka një atmosferë psikologjike shumë pozitive e cila do t'ju bëj ju të ndjeni sa më mirë, sa më shumë rriteni, apo çfarë? Apo nuk keni menduar për këto, sepse varet. Unë gjykoj pa dashur ta devijoj, por unë gjykoj se njeriu ka besim, përkatësisht nuk ka frikë përsa kohë që nuk është thyer, nuk është zhgënjyer. Jam dakord me Norën në këtë pikë, se na ka ndodhur të gjithëve ne. Përsa kohë që nuk jemi thyer, atëherë vazhdojmë të besojmë që do ta menaxhojmë këtë derisa diku të përplasemi dhe të mos i ndodhë më tutje. Atëherë unë besimin nuk dua ta le vetëm kaq shumë jetim dhe ta quaj vetëm individual. Jo, dhe prandaj mbase të rinj duke qenë në fillim të jetës së tyre, do përgjigjen ata. Përgjigjen e tyre menjëherë tani në fund mund të jetë. Por unë mendoj se besimi, si edhe qoftë si fenomen, nuk duhet ta lëm vetëm në aspektin individual. Ti shohim atë këta njerëz thjesht në aspektin individual, sepse ata në mes të janë në fakultete, janë në shkolla, janë në shoqëri, dhe mendoj se besimi nuk është, në fundin ne nuk po bëjmë një bisedë te psikologu, si thuash, që individi qëndron përballë. Terapi në grup, eksakt, por terapi në grup duke marrë përsipër një kauzë shumë të madhe për të analizuar çfarë ka ndodhur me vendin tonë dhe në këta 22 vjet po futemi ka ndodhur me ne. Sepse po flasim për një periudhë ekstreme dhe periudhat ekstreme janë shoqëritë ekstreme siç ishte koha e diktaturës. Dhe në këtë rast, mos besimi ynë i atërshëm nuk ishte thjesht një mos besim individual, po ne kishim të gjithë, atë u bë social, u bë në grup. Në momentin që u bë kolektiv, atëherë u krijua një kauzë dhe kauza krijoi një fitore. Pastaj në aspektin teorik jam dakord dhe në aspektin teorik në ato që the ti është shumë e rëndësishme ajo që fole për familjen, sepse edhe ajo është embrioni i gjëje në të cilin shteti formohet personaliteti, por që ngjason shumë edhe me shoqërinë dhe me shtetin, pastaj është një makro dhe një mikro. Dhe në këtë rast, unë mendoj se dhe besimi në vetvete nuk mund ta shohim në aspektin shumë individual. Këtu pastaj lidhet dhe përgjegjësia apo perceptimi i realitetit në forma të tjera. Ose shkalla e edukimit, sa këta njerëz janë edukuar për ta kuptuar besimin në shoqëri thjesht si një aspekt individual, se sa më jep mua mundësi familja tani, apo një punë e cila kam siguri dhe besim të shteti apo të shoqëria që kam, do me thënë të shoh brenda një kuadri shumë të ngushtë, apo se sa jep dhe ati komshiu, dhe ati shoku të klasës, i cili nuk ka pasur fatin tim, do me thënë se sa të përgjegjshëm jemi ne për të gjykuar në aspekt më të gjerë, në një spektër më të gjerë shoqërinë, duke qenë pjesë e saj, duke qenë sigurisht pjesë aktive e saj. Dhe në kjo, unë mendoj që... Unë do të kthesha në qikë bisedës që bëm bashkë për para se të hynim këtu në studio.
se arsyeja përse mendova që të mblidhim një panel dhe të diskutonim për frikën është pozicioni im personal, që si gazetar ose si drejtuese një emisioni jo patjetër duhet ta them, por këtu e ndjet nevojshme ta them, në bazë të cilit them që çdo njeri, pavarësisht nga situata, pavarësisht nga shembujt që sheh, pavarësisht nga ajo që i thot logjika në një moment të caktuar duhet të guxoj. Unë them që më mirë të guxosh dhe të humbasësh, sesa të mos guxosh dhe ti kesh punë të mirë mbase me gjithë të tjerët, po jo me veten. Sepse në fundit historia e njerëzimit nuk është historia e njerëzve që s'kanë guxuar, gjithë historia e njerëzimit, po është historia e njerëzve që kanë ngritur krye, që kanë kërkuar zgjidhje dhe që janë sakrifikuar dhe dikur kanë arritur diçka. Pse e bëra këtë ndërhyrje këtu? Sepse doja që të gjithë teatrinjtë që kemi përpara që në një moment thanë që nuk kemi frikë, të gjenë forca dhe të besojnë pavarësisht se një gjë apo një tjetër i stimulon për të kundërtën. Ndoshta unë të thoja se ndoshta e lexuam keq që ata thanë s'kan frikë, pa dashur të bëj avokatin e tyre. Jo, nuk i qartë, do me thënë, nëse ata thonë që nuk kanë frikë ata realisht, ne duhet i pranojmë dhe s'kemi pse ti paragjykojmë që ata s'kan frikë. Por ata është tjetër gjë të mos kesh frikë dhe është tjetër gjë të kesh disa kauza ku ti duhet i realizosh. Ata natyrisht mund të kenë zhgënjime apo natyrisht mund të pësojnë disfata dhe normalisht karriera më e madhe e njeriu ndërtohet jo mbi bazën vetëm të suksesit, po dhe mbi bazën e disfatave që ti në jetë mund të të jepen për x arsye, kur ti ke marrë përsipër për të realizuar një pritshmëri dhe për x arsye në x pozicione, shumë njerëz nuk të janë bërë pjesë që të kanë mbështetur, ti përsëri e kupton që kjo kauza jote ose ky investimi yt nuk duhet të kthehet në të kundërtën e saj dhe ti rimerr një mekanizëm tjetër për të qenë i suksesshëm dhe për të realizuar pritshmërinë. Dhe është çështje strategjie, menaxhimi, taktikash dhe objektivash. Nëse ne në shoqërinë pikërisht problemi më i madh i shoqërisë sot me shqiptarët, ta shikoja unë, lidhet jo vetëm në faktin si e ndërtojmë në shtetin, sepse shtetin e kanë ndërtuar shqiptarët, e kanë ndërtuar me mekanizmin e votës, e kanë përzgjedhur vetë këtë model, janë vetë ata që mund të bëjnë analizën dhe nuk mund të thonë ti e shteti pasigurt në momentin që ti e zgjedh, ke shansin ta zgjedhësh, dhe shansin ta zgjedhësh e ke një herë në 4 vjet, dhe s'të pëlqen Nora mund të zgjedhësh Mirelën, s'të pëlqen Mirela mund të zgjedhësh Elsën, nuk të pëlqen Elsa mund të bësh pjesë zgjidhjes ti, po jo pjesë e problemit, që është shumë e rëndësishme dhe këtu lidhet indiferenca dhe pa përgjegjshmëria e zgjidhjes së problemit që ke elementi frikrave dhe thua, e ç'më duhet mua, nuk është problemi im, kjo nuk është qasja ime, le ta vazhdoj ai tjetri, dhe kuptojmë pikërisht atë që tha Elsa, jo zgjidhjen individuale në mikromjedisin ton, po zgjidhjen individuale dhe kolektive në makromjedisin ton, duke dhënë kontributin pasi për fatin ton të mirë, qenia njerëzore është qenie sociale dhe ka nevojë të socializohet, ka nevojë të krijojë raporte, ka nevojë hera herës të ketë dhe konkurrencë, ka nevojë shpeshherë të ketë dhe element frike për të menaxhuar situatat, ka nevojë hera herës të ketë dhe përballje të forta për të guxuar dhe për të sfiduar dhe pikërisht sfida është një element tjetër që e largon frikën për të realizuar pritshmërinë, por ka nevojë edhe për modele që normalisht duhet t'i krijojë në mënyrë të natyrshme shoqëria. Në të kundërt, shoqëria nuk bën gjë tjetër vetëm se vegjeton dhe është e destinuar që të mos kërkojë asgjë. Pra, nëse dikur ti e ke pasur jetën të programuar, të planifikuar, sot ke zgjedhur një sistem tjetër që quhet sistemi konkurrencës. Dhe konkurrenca e fortë, ju e dini shumë mirë, jo gjithmonë është e ndershme dhe jo gjithmonë të jep masa për të zgjidhur alternativat më të mira të mundshme. Atëherë përballë kësaj konkurrence që shpeshherë mund të jetë ndershme, po hera herës mund të jetë edhe pa ndershme, ekzistojnë frikrat e njeriut. Dhe në momentin kur këto frikra mposhten, sepse strategjikisht ti je shumë i aftë për të përballuar të gjithë të trysni, edhe emocionale, edhe psikologjike, pse jo edhe individuale, atëherë ti mund të realizosh pritshmërinë dhe këtu pasaj lidhet me shkallën e besimit, lidhet me shkallën sa ti je i aftë të menaxhosh vetveten tënde, sa ti je i aftë dhe familja dhe shoqëria të ka edukuar që ti të vësh prioritete për të realizuar shkallë mbas shkalle objektivin tënd apo formimin tënd, se ti nuk mund të bëhesh për një herë i realizuar në një moshë të caktuar, pasi dhe shkalla e dijes në mosha të caktuara është më e vogël dhe padia është më e vogël, sa më shumë ti shtrohet
hapësira e rritet dhe zgjerohet dia, aq më e madhe është padia dhe në këtë moment ti bëhesh i përgjegjshëm dhe këtu midis përgjegjshmërisë dhe elementit të sfidës ekziston elementi frikës për të realizuar pritshmërinë që ke. Folëm për besimi te kush, sepse nëse frika mund të jetë individuale, besimi patjetër ka nevojë të është diçka që besimi te kush. Hajde se tu ishte kjo kishte bënë edhe me ndërhyrjen time. Po hedh në diskutim një tezë. Unë them që gjithçka fillon te vetvetja. Pra fillon me besimin me vetveten, fillon dhe me njohjen. Te besimi te vetvetja dhe fillon dhe te njohja e vetvetes. Se kush njeh veten kalkulon veprimet që bën në përputhje me aftësitë që ka, dhe po kështu, në përputhje me njohjen e vetvetes është dhe besimi te vetvetja, apo jo? Unë do ta filloj nga një poezi shumë e shkurtër, po ta shohësh thot veten sy, thot në pasqyrë në sy, domethënë. Po ta shikosh ndërgjegjjen në pasqyrë, ka alipodrimia. Alipodrimia, ndjes pas i cili është shumë e bukur kjo. Vjet nala. Sa vet ja bëjnë këtë pyetje vetës, gjithsecili. Sa besim ka individi vetë? Gjithë thonë shumë, po kur ndodhen përballë pasqyrës janë pak ata që realisht kanë besim. Besimi është gjithmonë i lidhur me atë që di, me atë që je, dhe me atë që dëshiron të jesh. Atë që je e din, atë që do jesh nuk e din. Dhe këtu fillon ajo frika e të nesërmes, që pyeti edhe Elsa. Sepse problemi i trive që kemi studio, deri tani nuk janë ballafaqua komedi, në për shkollëra, janë bukuri, në vazhdo universitetet, baballarët, nënët janë mirë, mos vuajnë thot për bukën e gojës, jo vetëm, po edhe i 10.000 lekë të japim se dalë për kafe, ka në i shoqja, në i shok, edhe në i fuston, në i ka ishtu, bletje e tjesë. Problemi është që kur të tri do ballafaqohen realisht ato me jetën. Sot ndodhin shumë fenomene çuditshme në shoqërinë shqiptare, është si puna pendulit të orës. Ishim një shoqëri totalisht e kolektivizuar, dhe penduli ka shkuar në anën tjetër një shoqëri totalisht e individualizuar. Do vi penduli edhe në qendër, që këto janë fenomene që kanë ndodhur kudo, do vinë në qendër. Ju shihni sot dhunën në familje me që merren këto. Pse ndodh? Sepse mashkulli do të imponoj frikën tek fëmija, të gruaja, të X, të Y, se është i vetmi mekanizëm për ta kontrolluar atë. Duhet t'i imponoj frikën. Po ky mashkull nuk ka besim fakt te vetja, derisa imponon frikë, derisa prodhon frikë, do të thotë s'ka besim te vetja. Dhe shumë fenomene të tilla, ose thot e vrau gocën se do shkojnë mbrëmje. Ai nuk ka hallën kozë, ka hallën që mika autoriteti, miku pushteti frikës. Sepse ky është pushteti real që pandehin që kanë këto njerëz. Pra, unë kam dorë frikën. Unë jam perëndien këtë kuptim dhe gjithë tjerët janë robë duhet të kenë frikë mua që ekzistoj ti. Dhe prandaj thash, kjo është një shoqëri që shkon nga njëra ekstrem te tjetri. Problemi është që sa më shumë të hapur, këto tri normalisht që na kanë kapurcyer ne shumë frikëra që kemi pas ne këtu si kanë. Por do kenë frikëra të tjera, raporte të tjera me frikën, raporte të tjera me besimin. Apo ja. Ne kemi qenë një shoqëri dikur që skenari ishte shkruajt. Na dijeni, domethënë që kur lindsim derisa deqim ishte shtetin. Pra ne u bëra pyetjen për të ardhmen. Normal. Sot nuk është ardhmë e tani nuk është më ky raport. Pikërisht. Tani kemi një raport që jeti që ballafoqet drejt për drejt me shumë. Dhe frikrat janë më të mëdha se janë më të panjohura. Absolut. Pikërisht pra. Pra kemi një raport tjetër thash. Dikur kishim skenar, dinim gjithçka. Atëherë di. Do shkoje në shkollë, do marrë shkollë, do merr një emrim, do merr 6800 lekë rrogë, duhet thuje këtë në përmbledhje, duhet vishësh kështu se s'kishte gjëra të tjera. Vetëm intensiteti ishte shumë më i madh atëherë i frikës. Po normal, sepse atëherë ishte diktaturë. Sepse shoqëroi me mungesën totale të lirisë. Tani, pra, po se s'kishte alternativa, një alternativë ishte lehtësuar të themi shteti, se shteti vazhdon të jetë dhunë, shteti kudo është dhunë. Shteti dhunë e ligjit. Po. Po dhunë. Apo. Sa më shumë që është lehtësuar pra frika ndaj shtetit, apo aq më shumë tani familja merr një barr shumë më të madh përsipër. Individi merr një barr shumë më të madh përsipër.
Dhe frikrat nuk janë më kolektive si që kishim dikur nga ai që mos po na godet. Është më individuale. Është krejt më individuale. Dhe prandaj ndodhin shumë fenomene, tani sociologët e tjerë mund ta shpjegojnë, prandaj ndodhin shumë fenomene të dhunës familje, të vrasjeve në familje, e tjerë. Po dhe kriminalitetin në përgjithësi. Sepse dikur, për shembull, ka pas prostitucion edhe në atë kohën tjetër apo ja. Ka qenë super i vogël. Dhe ato u dishin, u dënon 8 vjet. Ne mendonim që s'kishte fare, po mirë, në mënyrë informale e merrnim informacion. Atëherë informacioni ishte këtë tjetër, apo ja. Nuk u merrte veç çan ndote. Sot ai kërcënoi thot djali vajzën edhe jepet lajme, bile jepet lajmi i parë në Shqipëri. Kjo është paradoks. Kupton, ka lënë në ekstrem tjetër. Në kohë si më shumë. Kishte prostitucion apo ja. Ishte i qefur, tjetër. Por ku ishte frika në atë kohë? Ishte frika që jo ti, po gjithë fisi shkote në internim e tjerë. Pse bënte këtë ai sistem? E bënte sepse ai nuk kishte halt poshtë ty si individ, po ty si individ, si familje, si fis, dhe ta merrshin vesh të gjithë të tjerët që ti je një rreth që po bëre ti një gjë, të ta gjithë. Ti po gjithë popull të tjerë. Tash jemi në një situatë tjetër, ku kemi një raport midis, brenda kësaj logjike, kemi një raport ndërkohë të ndryshuar dhe raporti tani është nga një anë raporti me besimin që diskutuam deri tani, është raporti me përgjegjësinë, sepse frika është bërë individuale, pra këtë e zgjidh përgjegjësia. Tash të qëndrojmë çik se ne po bllokojmë çik shumë te individi dhe nuk e shohim atë. Unë do desha më shumë dhe për hir të këtyre të rinjve dhe ata që na dëgjojnë. Po individi është shoqëria, Elsa. Sigurisht, se vend dyshim. Po, domethënë e zaruam pak më shumë se ç'duhet ndofta, jo se s'duhet folur. Po jetojmë në një shoqëri me shumë probleme, të themi atë që është. Jetojmë në një shtet të pastabilizuar, në një shoqëri e cila nuk ka shërbimin e dur për veten e saj, edhe rrjedhimisht për individin, ku frikrat shtohen nga viti në vit. Dhe ajo që do të thosha unë në lidhje me besimin është se individi për shembull nuk ka besim te shteti. Nëse atëherë individi kishte frikë nga shteti, sigurisht s'kishte besim në kuptimin e vërtet, po kishte më shumë frikë reale nga shteti, tani nuk ka besim te shteti. Dhe kjo është një krizë më vete, kjo është një krizë tjetër e cila gjeneron frikra të llojeve të ndryshme. Kështu unë e shoh paksa nëse ai burri për shembull do shkoj dhe do ta qelloj vajzën apo gruan, sepse vajza i shkoi në mbrëmje dhe ai është kundër parimeve të tip patriarkale, atëherë nuk ka një shoqëri e cila të mbështesi vajzën apo gruan, e cila të bëhet mbështetje për të në mënyrë që ky individ e ka nxjerr frikën e tij për diçka, por ama ka fituar frikra të reja. Frikë e cila mund të qëndrojë edhe për burgun, edhe për mungesën e nuk kanë frikrat tona, po kanë frikrat të reja. Sigurisht, pra që mekanizmat që reagon, ka edhe mekanizmat që reagon, po jemi gjithë si komunitet ne që duhet të reagojmë. Ne jemi indiferent si komunitet dhe jam tek ajo që them fillim. Unë stash vetëm shteti, në këtë rast shoh dhe shoqërinë. Ku janë shërbimet të cilat për shembull do t'i asistojnë. Ne të themi atë që është, nuk kemi, domethënë që është shumë e rëndësishme. Nëpër shkollat tona nuk ekziston vendi i psikologut. Ekziston kushtësi. Ekziston ndofta në mënyrë të absolutisht. Atëherë si implementohet sepse pikërisht kjo është më lejo të bëj një oponencë konstruktive. Jo, unë dua realisht, jo fare si zëvendës ministre, po flas oponencë konstruktive, pasi po janë këta të rinjtë na thonë se sa kanë psikologë në shkollat e tyre dhe sa kanë pasur. Unë më shumë e shoh oponencën ndonjë. Absolutisht, por nuk është një gjë shumë e madhshme. Unë nuk kam ndërmend që ta bëj më të rrosë se sa është situata dhe jam shumë e gatshme të tregoj atë që është asnjë s'po flet Nora, kujdes, asnjë s'po flet. Jo, pyetja është tjetër, sa shkojnë ato te psikologu? Kjo është pyetje. Është keni? Studentën gjatë kohës gjimnazit kemi pas sociologe. Po në fillora? Jo. Po, kemi. Problemi është sa herë keni shkuar te psikologi. Do më lejoni që të bëj një tablo që të ndihmoj djalin se vetë është mikrofonin te psikologu. Po, unë për vete shkollën e mesme dhe arsimin e lartë e vazhdoj këtu në Tiranë. Në gjitha momentet jam drejtuar te psikologu sepse ka qenë i pranishëm, por edhe vëllai me motra ime që janë në rrethe kanë mundësi të drejtohen psikologëve sepse funksionojnë tamam siç duhet atje në shkolla. Dhe këtu shtoj edhe që ka u përmend, shteti, po harrojmë, domethënë po themi, ka gjëra të reja do shtohet frika, po jam dakord, gjërat e reja po shtohen, pasiguria po shtohet, por ama po shtohen dhe përvoja që ne kemi, nuk po shtohet vetëm frika,
po shtohet dhe besimi, po rritet besimi që ne kemi për të ardhmen. Prandaj s'kam frikë, sigurisht që çdo zgjedhje jona shoqërohet ka pasigurit e veta, por pjesa më e madhe anon nga pozitivja, pritshmëritë pozitive, sepse u rritën përvojat tona, dim si të menaxhojmë. Siç u tha nga Nora. Nga Zysha. Të më mirë Zysha, po. U tha që jam i gatshëm të marr çdo sfidë, pavarësisht se mund të dështoj, por nuk është humbje, është një përvojë më tepër në jetën time, është një bazë më shumë, është një referim më i gjerë për sfidat të tjera të ardhshme. Prandaj edhe si mund të kem frikë për të ardhmen, ku pjesë e kësaj të ardhme do jem unë. Nuk është ky sistem që do jetë në të ardhmen, po do jem unë dhe sistemi i ri. Bravo. Për të bërë një sqarim fare të thjeshtë. E mora vesh që psikologu është. Jo, nuk e kam fizikisht është psikologu, sepse ti mund të ndërtosh fizikisht psikologun, punarç sa shërben psikologu dhe sa shoqëria jonë është predispozuar për të qenë pjesë e psikologut apo pjesë e terapisë në grup. Sigurisht, në 22 vjet ne kemi pasur një terapi që e bënim miqësore. Do të thotë që më shumë i besonim një miku se sa mekanizmit psikolog dhe sociolog, madje do thoja para viteve 90, sociologu dënohej puna e sociologut si vepër penale dhe nuk lejohej në atë kohë, pra kishte një konotacion shumë të keq për këtë profesion. Dhe madje mund të thuhet që këto ishin profesione të panjohura për realitetin shqiptar, për arsye se sistemi ishte ndërtuar në formatin e një piramide shumë të bukur, kur Big Brotheri në krye shikonte dhe kishte hyrë deri ke elementi më i vogël që quhej familje, pasi ashtu i kishte ndërtuar rrafët e shoqërisë dhe komunikimin social. Ç'ndodhi mbas viteve 90? Ne besuam ke miku dhe miqësia dhe shpeshherë u bën pre thashë themnajave të miqve dhe shokëve. Ne e patëm shumë të vështirë dhe kemi shumë të vështirë të besojmë kë njëre, gjithmonë e paragjykojmë, sepse na është rritur shkalla e mosbesimit në radhë të parë në vetvete. Ne ende nuk kemi krijuar partneritet me veten. Në këto ndryshime vren edhe në shkollën tonë dhe ne nuk mund të themi që sot shkolla jonë është roz, është një mrekulli e papar, por është një trase kur janë futur disa element që për herë të parë mund të diskutohen në lidhje me shërbimet që duhet i ofrosh një individi, që lidhet me psikologun, që lidhet me punonjësi social, që lidhet me sociologun, por që këto nuk janë vetëm detyrimi i shkollës, po duhet janë dhe detyrimi i pushtetit lokal që ende nuk ka marrë përgjegjësitë për brishtësinë në të cilën ai është ndërtuar, për formatimin se si ai realizohet, për mënyrën se si zgjidhen këta drejtuesit e pushtetit lokal apo këshillat e pushtetit lokal dhe për nevojën që shoqëria ka që të drejtohet këtyre shërbimeve që për ato ju duken të reja dhe ende nuk besojnë që me të vërtet ky profesion është shumë i nevojshëm sot për të menaxhuar disa situata të tij hera herës nuk mund të zgjidhësh dot, por ke nevojën që me dikë të udhërrëfesh jetën tënde për ta gjetur ti po prapë zgjidhen ke vetja jote. Nga ana tjetër, nga një program konkret që ne realizojmë në sistemin e arsimit. Ne të 10 nuk shkojmë. Sigurisht që jo, sepse ne jo vetëm që nuk shkojmë, por neve nuk quajmë, ende vazhdojmë të besojmë ke rrafët e shoqërisë që krijohen, thashë themnaja, dhe shpeshherë na kthehen nga situata të hapura në situata të mbyllura, në situata bumerangu, pasi ka ardhur si rezultati një tradite që është realisht shumë e vështirë për të realizuar. Sepse nëse unë si prind nuk shkoj te terapisti ose e konsideroj turp të shkoj te terapisti, fëmijës do t'i them mos shko te psikologu. Po natyrisht. E ky është një model që mbertet. Nga ana tjetër, është shumë e rëndësishme që ti të realizosh një pritshmëri ke kjo shoqëria, duhet shoqërinë ta edukosh, jo vetëm ta mësosh. Në shkollë mund të shkosh të mësosh, po nëse ti e ke shumë të vështirë që ky fëmija ende nuk ka mësuar se si të lexoj një libër, që ende nuk shikon nënën dhe babain që të hapin një debat përveç debatit politik, po dhe raportet e diskutimeve për te interesave të vogla të një familje që xhaxhai tha, nëna tha, gjyshja tha, e pesi e bëri ajo, e pesi e tha ky, atëherë natyrisht menaxhimi i tyre vjen në hap pasi jeta nuk është ndonjë strategji shumë e madhe, përbëhet nga momente të vogla, të përditshme, që ne kemi nevojë të mirë menaxhojmë. Ne kemi ardhur nga një situatë që ka qenë totalisht e pa orientuar dhe pa formatuar. Askush na tha që ne do zgjedhim këto. Ne kuptuam që demokracia
në momentin e parë ishte liri, po nuk kuptuam që liria ishte përgjegjësi shumë e madhe dhe nuk kuptuam që përgjegjësia shumë e madhe nuk të lejon anarshi. Ne menduam që nëse ngrihesh dhe i thua zëvendësministres ti je këngëtare tallavaje, i duket një gjë e jashtëzakonshme dhe është një sukses dhe nuk kuptojmë që në fakt nuk fyet zëvendësministri Anora, po fyet ai grupim shoqëror që mban emrin student, që nuk mund ta pranojë që ky formatim i këtij individit të etiketoj, nuk ka rëndësi nëse ti beson ke ky shteti apo nuk beson ke ky shteti, që unë përsëri këtu vë shumë pikë pyetje. Pasi ne abuzojmë shumë me termat e përgjithshme dhe nuk i japim sot vlerën reale individit i cili luan rol shumë të madh në formatimin e një gjëje. Sigurisht në momentin individi duhet ta marrë këtë përgjegjësi, të tregoj forcën e tij reale, sepse edhe kur individët marrin përgjegjësi, Elsa, edhe kur marrin individ përgjegjësi. Pikërisht, pra, edhe të krijojnë grupet. Është shumë e pavëmendshme dhe nuk bëhet pozitive për ta mbështetur. Individi duhet të mposhtë frikra deri në fund, meqense po flasim për frikën, dhe të vazhdoj të luftoj që të tregoj se do të transmetoj diçka. Prandaj rrim te individi, pikërisht. Prandaj rrim tek individi. Prandaj sepse mos i ndajmë këto, ne nuk ja lëmë, ja fjalën të vetmit zotëri që kemi në gjë të vogël fare. Ne kemi qenë shoqëri fisnore. Absolutisht. Ne akoma vazhdojmë të themi ky është i imi, apo jo? Ky është çuni hallës babës gjyshit Dajës. Ky është nga fisi, nga fshati im, e kam fshatit thotë ky. Dhe na tërheq për një herë. Pikërisht. Elementi. Dhe kjo është elementi mendoj më pengus për të arritur ti ku thot Elsa që të krijohet një shoqëri. Pra, pushëri ta dha Perëndia, apo jo? Shokun e zgjidhti. Momentin që shoqëria shqiptare do arri ta bëj këtë kapërcim, atë do kemi atë reagimin. Sa të jemi individ. Po kjo duhet ai ta bëjmë pra, edhe me komunikim me proces. Është një proces, po mund të themi që kur të arrijmë, domethënë të presim kur të arrijmë, ishte një gjë që ajo që un jam pesimiste është që nuk po shoh luftë. Nuk po shoh lëvizje për këtë gjë. Përkundrazi, po shoh e di çfarë po shikoj, po shoh gjithmonë më tepër konsolidimin e tarafit, për fat të keq. Atëherë, ky është konstatim. Tani, për të bërë një konstatim, duhet një analizë pak më tepër. Po, kjo nuk është vetëm konstatim. Sepse unë jam në mes të kësaj një shoqërie që... është konstatim. Sigurisht. Se atë ju këtara, aty pastaj është histori tjetër. Zalim nga tema të se kemi minutat në këtë. Tema është direkte. Pra, më falë, do ta çoj. Individi, po individi është normale, normal. Individi e ka konsideruar veten pjesë të familjes, fisit të fshatit. Dhe përfaqëson tarafin e madh. Kaq. Dhe çdo gjë ka pas lidhje me atë, qoftë interesat, qoftë nga të ardhmen, qoftë frikrat, qoftë luftrat, qoftë çdo gjë me atë ka pas. Fisi, apo. Prandaj ti dhe unë dhe ky është një reagim fisi. Ne nuk kemi akoma një reagim shoqëror, thua ti, apo ja. Atë pra po themi le ta lëvizim nga fisi në shoqërinë demokratike. Duhet dalim nga ky rreth, pra, më fal. Duhet dalim nga ky rreth, pra, që jemi te fisi, të jemi te rreth tjetër. Që shoqëria. Ky është problemi. Dhe që ne s'kemi ndërtuar akoma këto rraf të shoqërisë. Kur do ndërton të rraf pyet. Unë jam shumë dakord teorikisht se ju vazhdoni të flisni teorikisht. Unë personalisht, praktikisht nuk e shoh. Cila është terapia që propozon ti, se që mos rrim konstatim, Elsa. Dakor, nuk shikoj lëvizjen që mund të bëhet. Atëherë, unë propozimet këtu ju mirë prisni dhe propozimet, me sa duket, a? Po, prandaj diskutojmë. Ajo që mua më bën përshtypje, them drejtën, është që individi shqiptar është shumë i friksuar. Që do të thotë që është duke i veshur më shumë atë që tha dhe Nora, indiferentizmin. Do me thënë, individi shqiptar, me sa duket, mënyrën se si do ta përballë dhe të mposhtë frikën është indiferentizmi. Sidomos ai që jeton, sidomos qytetari, sidomos kryeqytetari. Sepse indiferentizmi të bën dhe pak sa më interesant, nuk të bën agresiv me të tjerët, nuk të fut në fushë të betejës, nuk të bën të keq, si të thuash me tjerët, si që themi ne, të bën t'i kalosh situatat rehat. Dhe kjo është në mënyrë është konformizëm i fort bile. Konformizëm që e shesim si snobizëm. Bile konformizëm i cili, do me thënë indiferentizëm në atë formë i cili bëhet, është kaq shumë i forcuar në këto kohë, shikoj unë, sa që është bërë shumë i dëmshëm, sepse është bërë një model. Një model të cilin këta të rinjt e kanë kapur, e kanë një nga modelet që u qëndrojnë atje, dhe të cilat do t'i ndjekin normalisht, sepse e shikojnë në familje, e shikojnë në shoqëri,
e shikojnë në shtete, e shikojnë kudo, dhe nuk shikojnë përpjekjen për të ndryshuar gjendjen, se folën për të dalë nga rrethi në rreth, pra, për ndryshuar rrethët. Pikërisht ky lloj pozicioni nuk e ndihmon ndryshimin e radhëve, nuk e lëviz fare atë vijën. Tjetër gjë e cila është shumë e rëndësishme, unë nuk shoh këtu individ të cilën të mposhtim se duhet mbetemi prapë te tema e frikës, e cila është për mua temat më interesante që mund të ndodhe, sa më shumë të flasim për të, dhe të përgëzoj bile, se mos harroj ta them deri në fund këtë, sa më shumë të flasim për këtë, aq më mirë do na bëjnë, sepse është dhe një autoterapi, por unë mendoj që një nga mënyrat se si ne ta mposhtim vërtet frikën dhe ta ndryshojmë sistemin, atë gjendjen tonë, është sakrifica. Sakrifica individuale, jo sakrifica atyre që marrin pushkën dhe vdesin për atë dhe unë se kemi gjendje të tillë shoqërore, por individi shqiptar nuk sakrifikon, sepse duke mos qenë larg pamës e shikon momentin e tij të përfitimit vetëm tani për tani. Nuk shikon të ardhmen. Kjo lidhet me mënyrën, psikologjinë, me gjendjen historike, sociale, me atë genetike, do të thosha. Janë një sër gjëra të cilat ne s'po bëjmë tani shumë analizë, por kjo është mirë, po në momentin që njeriu bëhet i ndërgjegjshëm që e ka këtë, atëre ose duhet ta lërë siç është ose duhet ta luftoj. Në momentin që ti je i pandërgjegjshëm se je prodhim i një historie, i një memorie të cilën e ke në subconsciencë, po nuk e dallon dot dhe thua as unë nuk e di se si jam dhe funksionon si i tillë, unë e quaj atë njeri të ndershëm, jo aq të kujdesshëm sa ta bëj analizën me veten, por nuk e ka kuptuar dhe ai vazhdon të jetë. Ama në momentin që e kupton, të vazhdosh me konformizëm, të vazhdosh të bësh indiferent, të vazhdosh të bësh sikur në këtë shoqëri, i bie atëherë të jesh, ku diun, elementi ose modeli më i shëmtuar për ndryshim. Kështu që kjo është ajo e cila për mendimin tim mund të ketë dhe nuk është aq e vështirë, sepse në momentin që ne kemi një shoqëri civile që për fat keq ju e dini ka rënë në gremin dhe do vazhdoj të bjerë në gremin. Unë nuk e shikoj këtë si një besim që këta të rinjt mund të kenë. Sepse nuk është civile. Pikërisht pra. Jam dakord me atë, por kjo është megjithatë një loj fjalë sepse thelbi nuk e ka ashtu, është e vërtetë. Megjithatë ka dhënë disa shembuj në vitet e kaluara për të krijuar një tjetër gjë. Ka krijuar shumë çështje ku bie fjala për ke krijuar një kaos për të solidarizuar, protestuar për një X fenomen që ka ndodhur apo ja. Dhe çuditërisht njerëzit më të interesuar për të mbrojtur nga nuk i bashkohen kauzës. Nuk të bashkuar. A e kupton? Ne flasim për një nga temat më interesante që këta të rinj për mendimin tim sikur të ishin sfidant, do ta kishin marrë dhe do thjesht për kënaqësinë e tyre intelektuale do ta kishin zhvilluar, që është lustracioni. Edhe asë njeri nuk flet në Shqipëri për ilustracioni, dhe kjo është frika. Për mua një nga frikrat më të mëndatë shoqërisë shqiptare është frika nda ilustracioni. E kemi në plan që do ta diskutojmë, sepse është një nga meraqet që kam si gazetare, por unë nuk do doja, sepse jemi vërtet në minutat e fundit, do doja ta merja për shkas atë që theti Elsa, për të hedhur materialin e fundit. Është e qartë, e dim të gjithë që zhvillimi nuk realizohet me turma të bindura, as me njerëz që thonë po. Historia e njerëzimit është historia e sfidave dhe personaliteteve sfidante. Ndjekim materialin e fundit që është një këndvështrim dhe rikthehemi në studio për një konsiderat të fundit nga paneli. Kur në sheshin Skënderbej, rabusti ish diktatorit, të gjithë përjetuan një ndjenjë çlirimi. A thua se brendësia e bustit kish mbledhur 50 vjet ushtrimit të durimit. Njerëzit ndjen të hapeshin mushkrit, të riqarkullonte gjaku, të shëmpiheshin gjymtyrët, të riperceptonin ngjyrat, të rishihnin vetveten dhe të tjerët në një dritë të re. Megjithse jeta ishte paqe vështirë sa kish qenë edhe 5 minuta më parë, kur busti qëndronte ende vertikalisht dhe si ishin lëkundur ende këmbët. Po rënja kish lëvizur Chelsea që mbante të ngërçosur me vite ADN-t e tyre. Ishte lëkundur pushteti i frikës. Kishte rilindur shpresa e çlirimit prej saj. Mbi 2 dekada pas sfidimit studentor të frikës, kur ëndra mposhti tankun dhe njeriu i kundërvë uniformës, kur e përbashkëta e madhe mundi të veçantat meskine dhe shpresa mbyti ankthin,
Ne nuk kemi të drejtë as të ndijim dhe as të ushtrojmë frikë. Studentët e atërshëm, sot pjesë e prezit tonë, por dhe të gjithë ne nuk mund të harrojmë se shoqërisë i detyrojmë mbi të gjitha ushqimin e ëndrrës së lirisë dhe luftimin e makthit informal, besnikërinë të shpresave të nëntjetës dhe luftën e pa kompromis kundër pushtetit të frikës. Kohët intensive që jetojmë nuk na lën kohë as të stepemi dhe jo më të kemi frikë. Le ta luftojmë frikën me aftësi, guxim dhe para së gjithash me mekanizmat e shtetit ligjor. Le të spostojmë energjitë nga bluarjet informale tek mali i punëve që na pret. Të vendosim prioritetet e kohës që na ikën dhe të gjejmë zgjidhje për mungesat mbytyse. Le të punojmë, të sakrifikojmë, të provojmë veten së bashku, të mos kemi frikë të gabojmë dhe të mos i trembemi transparencës. Kush pranon të solidarizohen sot në gabim, e detyron veten nesër për lëshim. Kush hap letrat sot, mbyll rrugët për t'i bërë shantazh mot. Zhvillimi nuk bëhet dot me turma të bindura. Historia e njerëzimit, nga fundi i skllavërisë te zbulimet e mëdha. Nga deklaratat e drejtave të njeriut tek zbulimi i rrumbullaksisë të tokës, nga kundërshtimi së drejtës së të fortit tek dalja e njeriut në hapësirë, nuk është histori e bindjes, por e mospajtimit, e aftësisë për të parë dhe vepruar përtej status quo-s. Le të mësojmë atë që duhet dhe jo vetëm atë që duam nga modelet që ofron bota drejt së cilës synojmë. Le të kuptojmë se demokraci do të thotë e drejta e të dobtit për të kontrolluar të fortin dhe detyrimi të fortit për t'i dhënë llogari të dobtit. Le të kuptojmë se detyra e intelektualit në demokraci është të guxojmë me mend. Nëse këtë nuk arrim ta kuptojmë as vetë dhe as në këshillat e përtejtetit, mjafton të udhërojmë vëmendje filmave të huaj që shohim për ditë. Sfidat madhore që kemi përpara kanë nevojë për guxim, energji dhe mendje të mprehtë. Së nesërmes i vlen parimet dhe jo kompromiset, shpresa dhe jo demoralizimi. Le ta rezervojmë të gjithë bindjen tonë për ligjin dhe mekanizmat e shtetit ligjor, por t'i lëm vetes të drejtën të jemi kryengritës ndaj çdo gjëje që pengon zhvillimin. Modelet nga dheu europian e deri tek modeli amerikan i demokracisë nuk mungojnë. Le të shtrim duart njëri tjetrit, jo për të trembur, por për të mbështetur. Kemi shumë punë për të bërë dhe s'kemi kohë të kemi frikë. Le të shtrëngojmë supet për t'u kundërvënë asaj. E vetmja frikë që na lejohet të kemi është frika nga frika. Fjalë e fundit. Në emër të dashurisë luftohet frika. Unë do të thosha rritja e besimit në vetvete, përpjekje për ta shtuar këtë besim në vetvete shmang frikën. Nuk di që them, është ndofta vështirë ta thuash me një frazë, po mendoj se ne kemi nevojë të flasim për këto tema, kemi nevojë të flasim për frikën, sidomos të rinjt duhet të përfshihen shumë më tepër, dhe jo të përfshihen nga ne, por të përfshihen nga vetja e tyre, mendoj unë. Është një nevojë që është një nevojë individuale, nevojë intelektuale, është një nevojë e së ardhmes, dhe ajo që sa më shumë të flasësh për frikën, mendoj se aq më shumë një veten. Dhe ndofta është lufta më e madhe dhe lufta më e paralizueshme, po më e bukur që mund të ketë individi, të njohë veten. Duke njohur veten, njeh më shumë frikrat dhe edhe gjen më shumë mundësitë për t'i përballuar. Kjo botë është i guximtarëve. Po guxove, do fitosh. Faleminderit. Ne fakt kemi arritur në fund të diskutimit, i cili mund të kishte vazhduar dhe shumë më gjatë se kaq, për vetë sensibilitetin që ka tema. Gjithsesi unë nuk do doja ta mbyllja diskutimin pa marrë një rezultat nëse kemi për sondazhin tonë. Mesazhi e kësaj mbrëmje në lidhje me sondazhin, nëse raporti i një shoqërie me frikën përcakton standardin dhe ritmin e saj të zhvillimit apo dikton shkallën e saj të vetfrenimit, janë përgjigjur kështu. 53% mendojnë se raporti i një shoqërie me frikën përcakton standardin dhe ritmin e saj të zhvillimit, dhe 47% mendojnë se dikton shkallën e saj të vetfrenimit. Faleminderit Iva, regjia na mbështet dhe grafikisht me rezultatet e sondazhit, sipas të cilit raporti i një shoqërie me frikën përcakton standardin dhe ritmin e saj të zhvillimit, mendojnë 53% e personave që na janë përgjigjur, dhe dikton shkallën e saj të vetfrenimit, mendojnë 47% syresh.
Optimist më duket rezultati, pavarësisht nga struktura e personave që na janë përgjigjur, duam ta besojmë, ta marrim për bazë për të rishikuar në base raportin ton me frikën, në një moment shumë të rëndësishëm për shoqërinë tonë, të cilës në fund të këtij diskutimi të sotëm do doja t'i bëja as më shumë dhe as më pak të njëjtën thirrje që bëri dhe materiali ynë i fundit. E vetmja frikë që na lejohet kemi është frika nga frika. Gjithçka tjetër, dhe këtu bashkohem me zotin Bala, flet në të mirë të aksiomës tashmë me shekuj të vërtetuar që kjo botë është e guximtarëve. Mua këtu s'më mbetet gjë tjetër veç se t'i falenderoj të ftuarit e mi për praninë në studio dhe për mendimet që dhanë. Publikun këtu në studio për pjesëmarrjen dhe vëmendjen me të cilën na ndoq, sekretarin për bashkëpunimin dhe natyrisht ju për vëmendjen me të cilën na ndoqët. Bëj thirrje edhe një herë për guxim. Natën e mirë. Duelin e ndiqni çdo të martë në mbrëmje në ekranin e televizionit publik shqiptar.